në përfusha, në përkodra, për shëllenjë e kërësirë. Çfarë hyrje, Nuk e di. me këtë kamerën Spider që e kanë stadiume ndërkombëtare, nuk di, është një revolucion. Mos përmend emra stadiumesh tani, lutem. Më falni. Komplimente. Faleminderit edhe ty, shumë komplimente koleg. Fondente 100% që ke bërë sot. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në këtë episod të fundit për këtë sezon të Piranjat Show. Sepse në 18 javë, po. 18 javë, si e thonë 18 të frëngjisht? 18. 18 javë kemi ekspozuar 10 skandale, kemi investiguar ata që mendojnë veten të paprekshëm dhe kemi turbulluar ujrat me peshë të mëdhej dhe peshë të vegjël. Dhe prap marrim me vjetra denoncime çdo ditë, aq sa nuk i përballojmë dot më. Se ne aq njerëz jemi. Do na duhet ja kalojmë patjetër policisë, prokurorisë, mbase po t'ja çojmë ne. Mbase. Edhe bëjnë ndonjë punë. Mbase, le të shpresojnë. Por mund të bëjnë dhe me lotari. Si biletat e ndeshjes Shqipëri-Serbi. Mos, fillove prapti me këtë muhabet. Po pse mor burr hap polemika kot mor Flor? Kishte Po jo pra se lotaria ishte transparente elektronike. Dhe krejt rastësore. Më fal, elektronike kam dhe sa hatin unë po. Kaq në fund muaj. Ose normal se i mbati gjitha ndezur? Jo më. Unë dhe kur ul automatin vazhdon ai kështu. Se ajo. Pastaj, as uji nuk është transparent në Shqipëri më i dona. Jo, më një lotari për bileta stadiumit. Lutem shumë. Tani duhet thënë që ndërkohë në Treg të Zi biletat kanë shkuar deri në 1500 euro dhe vazhdojnë të rriten. 1500 te këto balkonet e pallateve rreth përqar stadiumit. Po pse më pak të duken ty 1500 euro? Dojna në tribun ka vaj 6000. Si 6000? Ndaj, no, stop. 6000. Sepse është shpifje. Jo, 6000 kanë shku. Na mos e futash në burg mor për shpifje mor. Ne vërtetojmë, kemi investigojmë, ja urdhron. Risia në fakt e këtyre eliminatorëve, ndryshe nga çdo vit tjetër, se do të ndiqen nga një rekord zyrtarësh prapa hekurave. Uroj që tu kanë vënë në një televizor të madh më. Po se u torturuan, më janë bërë syt kështu nga telefoni modës fundit që futet çik ilegalisht, po. Po, pa shpirt. Dhe mes tyre është kryetari i Bashkisë së Tiranës që po jeton dhe punon në Durrës dhe sa të kthehet ai nga pushimet, qyteti është në duart e sigurta të kryetares komanduar, që përveç zyrës e 1001 skandaleve që vinë bashkë me të, zonja Restani ka trashëguar dhe diçka shumë herë më të rëndësishme. Çelësat e makinës. Makinave. Pse janë shumës. Po. Sepse kryetaria ka më shumë se një makinë, siç thoshin edhe patriotët më Flor. As për vete, as për ti, po për këtë Shqipëri. Pak i ka 3. Vetëm se në këtë rast kemi version tjetër. Një për mua, një për ti dhe një për nënën Shqipëri. Tani, me që ato makinat janë, sa ishin ato makinat? Janë 2. Po nëna Shqipëri i bie ngel pa gjë? Nëna Shqipëri të ecë në këmbë se i bën mirë për moshën, për kyçe. Nik me abone aty, si pensioniste në Shqipëri. Vetëm se duhet të pranojmë që zonja Ristani është shumë e përgjegjshme dhe ndërgjegjshme për ndotjen e mjedisit, sepse këto makina janë elektrike. Bravo. Një pyetje kam unë. Kush pagu për t'i mbush të... Po mirë, me pyetje pas ka ardhur. Los sahatos que giras. Kush pagas në fund mujës? Po çfarë të duan kaq shumë pyetje, kaq shumë përgjigje? Mbajca rezervë të xhepi për veten tënde. Si është shpreh popullore, po mbylle. Çfarë mbylle? Pra, në vend të dioksidit të karbonit, makinat e kryetares lëshojnë dioksid nepotizmi. Ndiqeni pak itinerarin e përditshëm të 2 makinave që ngjan me atë gjëzën e madhe të ujkut, dhis dhe lakrave. Por, ky material duhet thënë që është përgatitur nga the one and only Zoti Kuqi, që në fakt jakuza japoneze e quan Redoshi.
Drejtuesit e institucioneve tona, të cilëve ju vije në dispozicion automjete bashkë me shofer e nga njëherë edhe me bodyguard, e kanë kthyer në normalitet shfrytëzimin e tyre për nevojat të familjes. Në disa raste ne kemi denoncuar abuzimin që bëhet me makinat, karburantin dhe burimet njerëzore që paguhen nga taksat tona. Protagonistët e temave tona janë drejtues të rangjeve të ndryshme, që nga ish-ministra e jashtme Olta Gjaçka, e cila kishte vënë në dispozicion të nënës së saj notere një makinë të ministrisë, apo ish-drejtoria Ilirian Gard, e cila përcillte fëmijët për në shkollë me makinën e institucionit. Raste të ngjashme ka patur me shumicë, ku drejtor, kryetar të bashkive apo dhe ministrat e nisin ditën duke përcjellë fëmijët në kopësht apo shkollë, në mosvet, përmes shoqëruesve të tyre me rrok shteti. Kjo tendencë abuzimit me pushtetin kishte zënë rënje edhe në Bashkinë e Tiranës, ku vetë kryetari Erion Veliaj çonte çdo ditë në kopësht djalin e tij. Por ndoshta përdorimi i aseteve shtetërore në dispozicion të fëmijëve nuk përbën ndonjë çudi në këtë vend, ku shkelja e ligjit bëhet çdo ditë hapur. Problemi është se nganjëherë abuzimi kthehet në ves dhe nuk mjafton as sa tha më sipër, por zullumi duhet të kapërcejë çdo nivel dhe ai mjeti që shteti të ka vënë në dispozicion duket si i rrin gusht familjes. Prandaj duhet edhe një mjet tjetër shtetëror në dispozicion. Por le të bëhemi konkret. Është e hënë, datë 2 qershor 2025 dhe kjo autoveture bardhë me targ AB 649 LD që po del nga një garazh në Kodrën e Diellit, është pronë e Bashkisë Tiranë. Shoferi në timon quhet Vladimir Kapaj, edhe ai punonjës i këtij institucioni. E ku qëndron problemi këtu? Për ta mësuar këtë, na duhet të bëjmë 3 kilometra deri në hyrjen e presidencës, ku nga mjeti zbret ky zotëri, i cili në realitet nuk ka spak lidhje as me shoferin dhe as me makinën e bardhë nga e cila zbriti. Zotëria në fjalë quhet Bledi Cikopana, punonjës i kabinetit të presidentit të Republikës. Me sa duket Bashkia e Tiranës, duke parë mungesën e mjeteve për stafin e presidencës, pas ka vendosur të kontribojë me autovetura elektrike dhe me shofer në dispozicion të punonjësve të këtij institucioni. Në fakt jo, sepse për te ironisë, zoti Cikopana është bashkëshorti i kryetarës aktuale të Bashkisë së Tiranës, zonjës Anuela Aristani, dhe kjo që sapo pat nuk është diçka që ndodh vetëm një ditë. Mjeti në fjalë është tërësisht në dispozicion të familjes së zonjës kryetare. Në garazhin në Kodrën e Diellit, dita nis herët, shoferit personal të zonjës Ristani i bashkohet edhe kolegu i tij, i cili ka një detyrë tepër të rëndësishme, të shoqërojë familjarët. Dy vartësit presin rreth 15 minuta, deri kur secili prej tyre niset në destinacionin e paracaktuar. Njëri me makinën ngjyrë gri me targ AB 338 OA në dispozicion të zonjës Ristani, që lëviz drejt një destinacioni të cilin do ta zbulojmë pak më vonë, dhe tjetri që më përpara përcjell vajzën e saj në shkollë dhe më pas kthehet dhe merr bashkëshortin, zotin Cikopana. E gjithë kjo vajtje ardhje, mjetet të bardhës gjatë rreth një orë. Më pas makina parkohet tek bashkia në pritje të ndonjë pune të shpejtë për llogaritë të bashkisë, por jo për shumë kohë, sepse dreka vjen dhe familjarët e kryetarës duhen dërguar në shtëpi. Është e martë, datë 3 qershor 2025, makina e bardhë niset nga Kodra e Diellit, duke kryer me përpikmëri itinerarin e paracaktuar drejt presidencës. Zoti Cikopana zbret nga makina dhe shkon drejt zyres. Në të njëjtën kohë, shoferi që ai ka në dispozicion largohet për të bërë ndonjë punë për të cilën paguhen nga taksat tona. Tani le të rikthehemi pak tek mjeti ngjyrë gri, me të cilin lëviz kryetari Aristani. Këtu nuk do të kishim diçka të pazakontë nëse çdo ditë në orën 8 të mëngjesit, qytetarja e parë e Tiranës të shkonte në zyrën e saj, me makinën e vënë në dispozicion sipas protokollit. Në realitet, itinerari është krejt i ndryshëm, sepse dita për zonjën Ristani nis jo në punë, por në palestër. Fundja shëndetin mbi të gjitha. Punët e Bashkinë e Tiranës po shkojnë aq mirë së fundmi sa edhe mund të presin. Ora shënon 9:10 minuta dhe kryetarja e bashkisë sapo ka dalë nga palestra. Tashmë me veshjen zyrtare, ajo drejtohet për në zyrë, atje ku e presin hallet e qytetarëve. Është dita 3 e vëzhgimit ton. Mjeti i bardhë është i saksi një orë zviceriane, në të njëjtin vend merr bashkëshortin e kryetarës për ta çuar në punë. Thuajse në të njëjtën kohë, mjeti ngjyrë gri kryetarës mbërrin përpara palestrës. Duket se zonja Ristani po ndjek një program shumë të ngjeshur me ushtrime. Por le të kthehemi tek hyrja e presidencës, atje ku makina e bardhë sapo ka mbërritur. Mirëmëngjes, zoti Cikopana, si jeni, sa komode janë lëvizjet me mjetet e transportit të bashkisë që drejton bashkëshortja juaj? Zoti Cikopana, e dini që po shkelin ligjin juve dhe zonja Ristani, do bani përgjegjësi për këtë.
Ndryshoni ju lutem. Zoti Cikopana po shkeli ligjin, juve dhe zonja Aristani. Bashkëshorti i kryetarës ka preferuar heshtjen, ndërkohë që mjeti i bardh, i drejtuar nga punonjësi i bashkisë Vladimir Kapaj, është larguar menjëherë. Por ndoshta zonja kryetare mund të ketë mirësinë që të na sqarojë se pse një makinë e Bashkisë së Tiranës vihet tërësisht në dispozicion të burrit të saj, dhe pse ajo shkon çdo ditë një orë me vonesë në zyrë, pa ndonjë shkak që lidhet me punën që bën. Në fakt për këtë na u desh të prisnim edhe një orë tjetër, derisa ajo të dilte nga palestra. Zonja Aristani, mirëmëngjesi, e Don Kuçi nga Pirania. Është ora 9:20, nuk duhet të ishit në punë, se palestra bëhet edhe në darkë. Mund të na i lini në dispozicion edhe neve një 2 ditë shoferin dhe makinën e bashkisë që keni vënë në dispozicion të bashkëshortit tuaj dhe familjes. Dgjoj, ne këtë gjë do ta bëjmë të drejtë, sepse mund të na i thoni pak, mund të na i lini 2 ditë makinën e punës bashkë me shoferin. E lodhët ato të shkretit. Është vënë në shërbim të familjes tuaj. Ty kush të merr në mëngjes nga shtëpia? Ai mund vit ju marr juve, po jo familjarët tuaj. Ty kush të merr në mëngjes nga shtëpia? Ti nuk i çof fëmijët në shkollë. Me sa kuptojmë, zonja kryetare nuk e ka s'pak idenë që ne punojmë në sektor privat dhe nuk paguhemi nga paratë e taksa paguesve. Prandaj edhe krahasimi i saj është tërësisht qesharak. Por kjo nuk e pengon as pak të këmbgul në teorinë e saj të padëgjuar. Ti sa orë punon ti? Po, patjetër, zonja Aristani, shumë bukur, ja dal pak më tej që të më kapësh edhe më mirë. Mund të na i lini 2 ditë edhe neve makinën siç ja keni lënë familjarëve tuaj. Zonja Aristani, e keni rast të freskët që nga ajo bashki mund të dilë edhe pa lavdi. Lavdin tregoja atyre që dërgojnë. Do vish me mua, hajde futu. Duhet t'ja paguajmë ne transportin bashkëshortit tuaj. Si shërbëtor të familjes sekretarës së bashkisë së komanduar. Ta bëjmë me transparencë. Ty kush merr? Unë shkoj me transport publik. Edhe transporti, ja? Edhe bashkëshorti juaj mund të shkojë me transport publik ose me makinën e vet personale. Të paktën të gjeni një rrugë të mesme, zonja Aristani. Veti tjetri, juve të më ndiqni mua. Të paktën të gjeni një rrugë të mesme. Zonja Aristani, të paktën gjeni një rrugë të mesme që të përdorni makinën, të përdorni, po prishni fjalorin dhe po ofendoni. Dhe këtë ka dërguar. Shumë faleminderit, besoj na keni nxjerrë dhe mirë. Unë jam koshient sepse nuk kam shkelur ligjin. Unë nuk përdor makinat e institucionit tim për të shkuar në punë. Dhe kjo është e rëndë. Dhe kjo është e rëndë. Është e qartë që zonja Aristani ka humbur tërësisht arsyen, pa pranuar të përgjigjet për 2 pyetje të thjeshta. Pse shkon në palestër në orarin e punës dhe pse një makinë e Bashkisë Tiranë është në dispozicion të burrit të saj që punon në presidencë. Për këtë kërkuam të flasim edhe një herë më të. Kësaj radhe në dyert e bashkisë, ku me sa duket të njoftuar më parë, e prisnin një skuadër tërë policësh. Çfarë taksirati kanë qytetarët e Tiranës ti paguajnë transportin bashkëshortit tuaj? O zonjë, keni përdorur makinat. Zonjë, keni përdorur makinat e bashkisë për transportin personal të familjarëve tuaj. Unë nuk po ofendoj. Bashkëshorti juaj, zonjë, bashkëshorti që punon në presidencë, të paktën na thoni, zonjë, të paktën na thoni që ti bëjmë, zonjë, na taksat e qytetarëve, zonjë. Në kulmin e zemërimit, zonja Aristani na akuzon se po përndjekim fëmijën e saj. Ndërkohë që për hir të etikës kemi hequr çdo pamje që tregojnë përcjellje në shkollë të vajzës me makinën e bashkisë. Sidoqoftë ky është halli i saj dhe jo yni. Pse shkon bashkëshorti juaj me makinën e bashkisë në presidencë? Kjo është pyetja. Dhe është një pyetje shumë e thjeshtë. Zonjë, nëse do ke fëmijë, kur nuk ti lejoj që të përdor makinat e institucionit për qëllime personale. Përdorat makinë që parkohet aty. O zonjë, faleminderit shumë për gjithë këto epitete. Kur argumentat përplasen me mungesën e arsyes dhe të normave të edukatës, vazhdimi i këtij diskutimi me zonjën kryetare duket një mision tërësisht i pamundur. Por sidoqoftë, shpresojmë që kjo që sapo pat të shërbejë për 2 gjëra. E para që makina e bashkisë me targ AB 649 LD dhe shoferi i saj të rikthejë në punët të përditshme të këtij institucioni, pa u detyruar të vihen çdo ditë në shërbim të bashkëshortit të kryetarës. Dhe e dyta, që kjo e fundit ta shtyjë orarin e palestrës për në darkë dhe të rikthejë prioritetet që ka kryeqyteti. Sepse banorët e Tiranës nuk i kanë asnjë borxh kësaj zonje, përkundrazi. Çdo mëngjes kur zgjohemi, na shfaqen të njëjtat lajme në televizor ose celular.
Skandali mbrëmshëm, skandali mëngjesit, skandali që pritet të ndodhë në drek dhe mega skandali që pritet të ndodhë në darkë. Të gjitha këto të shoqëruara me lajmet e çdo vdekje që ndodh në botë, aq sa i kanë zelida agjensitë funerale, sepse gjërat me vlerë nuk ja vlen t'i japim, se s'kan klikime. Më pas janë dhe programet ku politika bën lavazh special truri, kujtal me premtime, tonelata me gënjeshtra dhe pak gram seriozitet. Institucione që janë ngritur jo për të shërbyer popullit, por atij që i ka futur në punë. Edhe kultura në përlajme, po ta shihni, është gjithmonë në fund. Pak para horoskopit. Madje horoskopi nuk mungon kurrë. Kultura. Politikanë që mendojnë që për të gjitha gabimet që kanë bërë dhe bëjnë, të vetmit që duhet paguajnë janë qytetarët. Prandaj dhe fjala përgjegjësi për politikanët nuk ekziston. E ndërsa një pjesë e madhe e shoqërisë pretende dhe humbet kohë që këta që kanë 10 vite duke gabuar të bëjnë mirë, ne po humbasim çdo ditë qytetar të vyer që i vetmi gabim që kanë bërë është që u rritën duke bërë mirë pa kërkuar asgjë në këmbim. Çmimet që rriten, të rinj që bëjnë valixhet, prindrit e tyre që i përcjellin me lot, dhe ne që vazhdojmë të përballemi çdo ditë me betejën ndaj padrejtësive, duke ecur si fantazma nëpër një qytet të shtrëmbruar që se njohim më dhe ku vështirë të gjesh diçka që ketë mbetur ende në këmbë e njëjtë, njësoj si nga familja jonë. Të gjitha këto të bëjnë të duket sikur shpresa po shuhet dal nga dal, si drita e një qiriu, të ndihesh sikur je thjesht një nga shumë ingranazhet në duart e atyre që janë pushtet. Të ndihesh sikur gjithçka që ndikon në jetën tënde vendoset diku larg, në zyra që si ke parë kurrë, nga njerëz që si ke takuar kurrë, dhe më e keqja, që kurrë nuk kanë pyetur vetën jo, por as neve, nëse e kanë bërë mirë detyrën ndaj qytetarëve dhe atdheut. Dhe ne në këto ujëra kemi notuar si popull. Keq e më keq, sa keq, s'ka më keq se kaq keq. Gati i dim rolet që do kemi në shoqëri që kur ngjizemi, nuk ka nevojë të na mësoni kur vim në jetë. Ky do lindi pafuqishëm. Ky do lindi kokë shtypur. Këta do jenë shërbëtor në kurrizat e atyre të pafuqishme dhe të bindurve kokë shtypur. Këta do lindin të shtrëmbër dhe do shtrëmbërojnë këta të drejtët, që i shtrëmbërit të ngjajë i drejtë dhe i drejtit të ngjajë i shtrëmbër. Dhe jemi kthyer në një shoqëri mosbesuese. Nuk pyesim fare nëse dikush na bën keq, fare. Por ama, guxo të na bësh mirë, aty po, ndalojmë dhe pyesim. Po ky pse bëri këtë? Çfarë fiton ky që më bëri mirë mua? Ku do me dal ky me këtë mirësinë? Ku do? E njëjta gjë. Në rrugë ti hap rrugën dikujt dhe ai vetëm që s'to thot faleminderit, por të pyet çka ke shef. Dhe gjithë kjo ngarkesë e panevojshme është kudo. Kur hyn autobus, kur qëndron në radh, kur takon dikën në shkallë, gjithmonë me dyshim, gjithmonë gati për luftë. Por ka diçka që ky vrer, që qelbet dhe nga koka dhe zbret deri poshtë tek fëmijët në kopësht, nuk na e marrin dot. Është mirësia, mënyra se si sillemi me njëri tjetrin. Kur unë të them ty mirëmëngjes, ta them me gjithë shpirt, me gjithë zemër. Mund t'i lëroj vendin dikujt në radh, pa u ankuar. Mund ta mbaj derën hapur për një të moshuar që po vjen pas meje. Mund t'i buzëqesh dikujt që duket që e ka një ditë keqe. Dhe mund t'ia fal një gabim edhe një adoleshenti. Këto janë gjëra të vogla që mund t'i bëj kushdo. Dhe madje shkenca e ka treguar dhe ka provuar që kur dikush të sillet mirë, përveç se të zbukurohet dita, je i prirur të bësh edhe ti diçka të mirë. Sa do të vogël. Unë e di që këto që thash nuk i zgjidhin dot hallet e mëdha. Nuk e ndreqin dot korrupsionin. Nuk na e ulin dot çmimet, nuk e rregullojnë sistemin e drejtësisë, apo spitalin ku nuk gjejmë dot ilaç, dhe nuk i kthen dot as ata që ikën. Por mund të zbusin sadopak egërsinë e këtij sistemi. Mund të krijojë një hapësirë të vogël ku njeriu është ende njeri, sepse në fundit kjo është ajo që na ka mbetur. Njeri tjetri. Dhe nëse s'kujdesemi as për këtë, nëse u humbasim edhe këtë, atëherë vërtet s'na mbetet më asgjë. Po të kisha mundësi, do doja t'ju përqafoja të gjithëve, një nga një. Të gjithë juve që po na shikoni në këtë moment. Normal, pa ju kërkuar asgjë në këmbim.
për orkestrën tonë që na erdhi vetëm javën e fundit. Nga ChatGPT-ja si gjithmonë. Po, balerinat ishin me grip. Kështu si gjithmonë dalim ne. Çama? Ua? E ndjen? E ndjej? Po! Ka Ah. ndruar Taulanti parfum. Përveç parfumit Taulanti. A ndjen? Era hardhisht. Ore, mos e ke, një sekond, mos ke marrë këtë Covidin e riti. Pse? Se ai pari t'ishte në hatin, ky riu thonë që ta forcon. Mua më vjen keq më dëna, po era e plerave të djegura në hardhisht tashi ndihet deri në Selanik. Hardhishta is back, do thonin. Dë hardhisht. Për të bërë ndërkombëtar. Kujtojmë se ne ishim të parët në fakt që para një muaji denoncua masakrën mjedisore që po ndodh në Shijak, ku për shkak të mungesës së një landfilli të mirëfillt, ose të një mirë landfilli të mirëfillt, mbetjet e Shijakut grumbulloheshin ardhisht duke shkelur çdo ligj të shkruar e të pashkruar. Madje lëre tani se kapëm dhe ekskavatorin e bashkisë Shijak. Me presh në dorë, me hardhisht në dorë, domethënë. Ndihet era ekskavator, ndihet. Po si të qoftë, ajo ishte një punë amatorësh, sepse para një jave masakra mjedisore u ngrit në nivel profesionist. Më shumë se aq? Ju vu flaka të gjithë grumbullit të mbetjeve, duke rrezikuar shëndetin jo vetëm të banorëve të hardhishtës, po të gjithë zonave përreth. Domethënë, deri në Selanik, siç tham, ka shkuar reja. Ndjekim Freard Ristën që rikthehet në skenën e këtij krimi mjedisor. Njëra Freard. Është miksuar me hardhishtën. Këto pamje që na u vu në dispozicion nga qytetarë të zonës janë filmuar në vend grumbullimin abuziv të mbetjeve të Shijakut pranë fshatit Hardhisht, situatë thuajse apokaliptike e parashikuar prej disa javësh nga ne. Por përpara se t'ju tregojmë për këtë masakrë mjedisore, ju rikthejmë pak në vëmendje se çfarë ka ndodhur në bashkinë Shijak dhe si arriti puna deri në djegjen e mbeturinave atje. Në muajin prill ishim në zonën e Hardhishtës ku dokumentuam se si prej një kohe të gjatë ai territori shërbente si vend grumbullim mbetjesh për të gjithë qytetin, pas një dokumentacion, pas një studim, pas një miratim nga instancat përgjegjëse, duke shkelur ligjin me të dyja këmbët dhe duke dëmtuar rënd mjedisin dhe shëndetin e qytetarëve. Treguam se mjetet e firmës AMR kontraktuar nga Bashkia e Shijakut me miliona euro nga taksat e qytetarëve në pamundësi të një landfilli të ligjshëm, mbeturinat e qytetit dhe fshatrave i shkarkonin aty, madje edhe mbeturinat të privatëve kundrejt pagesës dorazi. Por për çudi të gjitha faktet që ne transmetuam për kryetarin e Bashkisë Shijak ishin gënjeshtra. Jo, nuk është në fshatin Hardhisht, sepse në fshatin Hardhisht nuk ka një vend të tillë. Unë nuk gënjej kurrë. Bashkia e Shijakut bashkë me bashkitë e tjera që janë në qarkun e Durrësit shkojnë në landfillin e Sharrës se e keni gjatë në tender. Dhe sigurisht që kryetari jo vetëm që nuk mori përgjegjësitë që i takonin, por na gënjeu me dokumenta. Pasi në përgjigjen që mban datën 17 prill 2025, Agjencia e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe Konfiskuara për depozitim të mbetjeve në landfillin e Sharrës na informoi se nuk kishte ndonjë kontratë apo marrëveshje me Bashkinë Shijak për depozitim të mbetjeve urbane, dhe ndërsa në vend grumbullimin e plerave pranë fshatit Hardhisht vijonte me intensitet puna për mbushjen e asaj hapësire, pa kursyer edhe rezervatet e ujit që përdoren për tokat bujqësore, situata paraqitej shqetësuese edhe në rrugët e qytetit apo rrethinave, trotuare të pushtuar nga mbetjet, varreza të papastra, zona pranë qendrave të banuara pa asnjë kusht higjenik, pa kazana mbeturinash. Gati të bindur që pas denoncimit ton, Bashkia e Shijakut do të ndërhynte me urgjencë për të bërë diçka, u rikthyem sërish disa ditë më vonë si në vend grumbullimin e Ardhishtës, ashtu edhe në rrugët e qytetit, por ishim gabuar sepse asnjë mas nuk ishte marrë. Prandaj menduam të zhvillonim një tjetër takim me zotin Arbana. Fati e deshi që ta gjenim në sheshin e Fushkrujës në mbyllje të fushatës elektorale të Partisë Socialiste, ku kishte shkuar me një cilësi të veçantë. Të marrë për prezencë. Për te i prezencës, ajo që na interesonte ishte zgjidhja e problemit në një qytet të mbytur nga mbeturinat, dhe këtu kryetari na gënjeu sërish sy më sy, duke u shprehur i bindur se zona ishte pastruar. Ndaj edhe ne vijuam me hapat e radhës, duke i dërguar një shkresë zyrtare Inspektoratit Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit për të kuptuar më shumë rreth informacioneve që ky institucion kishte për situatën, ndërsa i vendosëm në dispozicion gjithë faktet
objektet dhe materialet e grumbulluara. Në përgjigjen që mban datën 27 maj 2025, na informojnë se në komunikimin zyrtar që kanë patur me drejtorinë rajonale të IKMT-s në Durrës, u mësua se kjo e fundit për gjatë muajve mars dhe prill ka dërguar shkresa informuese në Bashkinë Shiak mbi konstatimin e kryer në terren nga ana e tyre lidhur me keqmenaxhimin e mbetjeve. Por edhe këtu zoti Arbana e kishte përgjigjen gati. Sipas tij, institucioni që ai drejton ka asur ngërç burokratik në marrëdhënie me landfillin e Sharrës. Këtu në fakt kemi dy përgjigje diametralisht të kundërta. Pasi ne na tha që gjithçka është okay dhe mbeturina depozitohen në Sharr, ndërkohë që në përgjigjen zyrtare të IKMT-s ai flet për një ngërç. Ndërkohë pak më herët në datë 20 maj, drejtoria e mjedisit dhe ujrave në IKMT ndërmori një inspektim në terren ku konstatoi shkeljen e ligjit për menaxhimin e integruar të mbetjeve dhe për këtë shkelje u dha urdhër për marrjen e masave urgjente për rehabilitimin dhe pastrimin e vend grumbullimit të mbetjeve në Ardhisht dhe zonave të ndotura në rrugët e qytetit. Vetëm kaq, asgjë më shumë. Një përkëdhelje tipike mes pushtetarësh. Por të paktën a lëvizin do pak Bashkia e Shiakut për të plotësuar në kohë detyrat e lëna nga IKMT-ja? Ndoshta po, sepse një javë pas inspektimit në përgjigjen e IKMT-s na u tha se kjo bashki kishte filluar nga puna në terren me intensitet të kënaqshëm, madje duke bërë raportime të përditshme për sukseset e pastrimit të qytetit, ndërsa vetë këto suksese verifikohen në terren edhe nga trupa inspektuese, ndërkohë që i gjithë institucioni është në mbikëqyrje të vazhdueshme të situatës. Një goxha sukses në fakt. Këto pamje të landfillit abuziv të Ardhishtës i përkasin natës mes 30 dhe 31 maj 2025 dhe një ditë më pas ne u rikthyem sërish atje. E kanë bo mirë se ne kanë të mos gjithë natën në ertë mirë. More ku je më natë? More ku je? Gjithë natën në mytit temi valla, më thonë drejt nuk rejë. Thonë mbulu gjithë, zona kretë nuk duket fare, ta masë si mjekë, nuk ka bova kini herë. Ma keq ka shkoj mo, me dërë, me pëngjere me dhë. Shumë keq, pali që sharion ato, si ligjen, kja met. Më ka mulu gjithë zonën këti, s'bon të lafa, të merë ka që, më roma dhe së të mjesë. Që ati ku më shpinë nësë në hapëshim deret, më është më tim, e rekeqe. Ditë më shuar, më thonë drejtë vëllaj, se dërë merë në keqë fare, në merët fremë, ma keqë mos ka si të po. Banorët janë të revoltuar, ndërkohë që në çdo shtëpi dy ere dritare që ndrojnë të mbyllura. E shtun 31 maj 2025, ora shënon 8:50 minuta. Kemi ardhur për të vërtetuar dhe dokumentuar masakrën mjedisore që ka nisur të bëjë Bashkia e Shiakut. Të gjitha pamjet që transmetuam janë pamjet e mbrëmjes së djeshme 30 maj 2025. Pak metra më tutje, tymi duket ende. Bashkia e Shiakut, me sa duhet ka menduar që problematikën e mbetjeve të qytetit ta zgjidh në këtë mënyrë, duke djegur mbeturinat dhe duke helmuar të gjithë banorët e zonës. Me njëherë pas nesh, një fadrom dhe një zjarë fikse mbëri në zonë, duket që flakët ka ndalë jashtë kontrollit. Teksa afrohemi për te vatrat e zjarit, dallojmë qartë që situata e mbeturinave nuk është përmirësuar, përkundrazi grumbujt e tyre janë shtuar edhe më. Edhe në ujë, situata mbetet po e njëjtë. Asnjë mas për heqjen e mbeturinave dhe trajtimin e kësaj pjese, e këtij ujë që shërben për tokat bujqësore të gjithë banorëve të zonës. Çfarë po i bëhet këtij territori nga vetë ata që kanë përgjegjësinë për ta ruajtur është kriminale. Zjarri i mbeturinave veç kalamishteve aty pranë nuk ka kursyer as gjallësat që janë në habitatin e tyre. Këtu ka nisur e gjithë djegja e mbeturinave. Kjo është pjesa e parë ku Bashkia ka ndërmarrë këtë mas, djegjen e mbeturinave. Kështu e ka menduar. Një zgjidhje për Bashkinë, e cila do të jetë e mirë, do të zhduk mbeturinat, do të dërgojnë raporte pranë IKMT-s apo institucioneve përgjegjëse që kemi marrë masa dhe tani nuk kemi më mbeturina. Kështu duket se ka qenë idea fillestare, por gjërat janë koklavitur rrugës, sepse zjarri ka dalë jashtë kontrollit duke rrezikuar tokat aty pranë. Prandaj është dashur edhe ardhja e zjarfikses. Perimetri që është përfshirë nga flakët është i madh, nga njëra anë aplikohet procesi i kapsulimit, hedhja e dheut për të mbytur flakët, ndërsa nga ana tjetër efektivët bëjnë ç'të munden me vetëm një zor uji, ndërsa tymi sa vjen dhe bëhet më i dendur, duke mbuluar sërish të gjithë zonën përreth. Kjo është situata në vend grumbullimin e mbetjeve të Ardhishtës, këtu ku kryetari i Bashkisë së Shiakut, Elton Arbana, disa ditë më parë i pashqetësuar fare tha: "Jo, nuk është në fshatin Ardhisht, sepse në fshatin Ardhisht nuk ka një vend të tillë. Nuk e njeh kurrë. Bashkia e Shiakut bashkë me bashkitë e tjera që janë në qarkun e Durrësit shkojnë në landfillin e Sharrës." Duket në fakt.
Minutat kalojnë dhe situata nuk përmirësohet, flakët janë aktive dhe tymi vijon të mbuloj zonën. Anës rezervatit dhe skavatori gëryen tokën, kamionët të mbushen me dhe të njom për ta edhur më pas mbi mbetje. Edhe Fadroma bën të njëjtën gjë duke gëryer terrenin. Në disa grumbuj plerash, flakët janë ende aktive, ndërsa efektivët ndalojnë punën pas shumë minutave luftë me vatrën më të rrezikshme të zjarrit. Puna ka ndaluar për shkak të mungesës së ujit apo jeni duke menduar ku do e shfrytëzoni? Po presim luftojmë. Në fakt, pritja po bëhet për shkak të mungesës së ujit dhe planifikimit jo të mirë të punës në terren, që në krye të herës, duke kursyer mjetet zjarrfikse. Por më në fund, pas shumë minuta shpritje, një tjetër mjet vjen për mbështetje dhe efektivët nisën nga puna për të shuar zjarrin që tashmë është shtrirë përtej zonës së mbetjeve, ndërkohë që në krahun e majt vijon metoda e kapsulimit për të vënë në kontroll flakët. Gjatë minutave që ishim prezent në vend grumbullimin e mbetjeve në Ardhisht, veç punojnësve të bashkisë dhe firmës së kontraktuar për pastrimin e qytetit, si dhe zjarrfiksëve, nuk u paraqit asnjë përfaqësues i IKMT-s për të bërë vëzhgim në terren, apo punonjës të policisë dhe prokurorisë për të mbajtur proces verbal lidhur me situatën. Ishim vetëm ne, armiq sabotator të kryetarit. Dhe nuk zgjati shumë që ai të krijonte skenarin e radhës me armiq të brendshëm dhe të jashtëm. Pas kanë bodë sot, sinqerisht, është turshme sinqerisht, se krimi është më i avancuar se antikrimi, është turshme sinqerisht. Edhe një herë, në vend të marrjes së përgjegjësive, kryetari i bashkisë lejon shkatrimin e mjedisit në qytetin e tij, por veç krimit të djegjes së mbeturinave pas një miratim, kontroll apo bazë ligjore, bën një tjetër gabim duke fshehur të parin dhe duke shpikur sabotator, që pa dyshim vijnë nga partitë kundërshtare. Përtej kësaj çmendurie me armiq imagjinar, mendojmë se disa pyetjeve i duhen dhënë përgjigje. Si mundet një kryetar bashkie të dalë në konkluzione dhe ekspertizë të shkaqeve të zjarrit vetëm pak orë nga nisja e tij, ndërkohë që në terren veç zjarrfiksëve nuk kishte prezencë të asnjë institucioni përgjegjës për hetimin e shkaqeve. Prandaj, ndërkohë që ai inkurajon policinë të bëjë identifikimin e autorëve dhe vendosjen e tyre përpara ligjit, sikur ta ketë ditur se cilët janë ata, ne e inkurajojmë policinë që të mos bëhet palë me shkelësit e ligjit, por të marrë masa ndaj përgjegjësve real të kësaj situate. Sepse në fakt kujt tjetër veç bashkisë që nuk ka vend alternativ për të hedhur mbetjet, ndërkohë që janë lënë një mal me detyra për të përmbushur, do t'i interesonte që t'i shfaroste në një kohë kaq të shkurtër, siç është djegja e tyre. A ka ardhur kryetari bashkisë? Ndodhet këtu? Jo. Ora shënon 9:23 minuta, kryetari i bashkisë nuk është në godinë, megjithatë do përpiqemi ta telefonojmë. Në këto kushte detyrohemi ta presim zotin Arbana përpara hyrjes së institucionit, mes morisë së njerëzve që hyjnë e dalin në një ditë të zakonshme pune. Dhe kur e kishim humbur shpresën thuajse tërësisht për ta takuar, bingo! Një Range Rover Sport ngjyrë zezë me targa prove shfaqet përpara nesh dhe shoferi, e kush mund të ishte tjetër veç qytetarit të parë të Shijakut, i cili nuk ndalon as pak, por vazhdon rrugën, me sa duket për të testuar makinën e tij të re. Kjo xhiro rrugëve të Shijakut zgjati për rreth 10 minuta, deri kur më në fund kryetari u bind se makina është e duhura dhe i shkon në formatit të tij. Na bëre xhiro në për Shijak. Do vish të hapësh një përgjigje për atë që po ndodh në Ardhisht? Majetona së dhe përshkillu nga ana ime, sa që më tepër që nuk i as lurar, as gjë dhe po më përndjekni. Jo, as pak. Po përndjekni. Ju e dini kush jemi ne, nëse jemi as kriminal, as... Po bëne përndjekje. Ne donim një reagim, ju na shmangët, çfarë kaluat afër nesh, Irat Boris, ishit korrekt, ishit ndaluar. Madje ju jeni treguar jo korrekt me mua, sepse... Nuk meritoni asnjë përgjigje më nga unë. Mendoni që duhet kërkosh një falje publike që ke gënjur për kontratën të Landfillit Sharrës se në 6 maj e keni bërë? Duhet ju sqarojmë se kontrata mes Landfillit të Sharrës dhe firmës së kontraktuar për pastrimin e qytetit është nënshkruar më datë 6 maj, plot 3 javë pas takimit ton të parë. Nuk meritoni asnjë përgjigje nga ana ime. A tha që do kërkoj falje publike? Nuk kam gënjur asnjëri dhe nuk meritoni asnjë përgjigje. Kur ç'a vuri shkrepsën Ardhishtës? Do ta gjej policia atë gjë. Po mirë, ju si e dini se ju reaguat pak orë pas ishte zjarri? Si e dini që e ka vendos dikush? Shihet që zoti Arbana është tepër i zemëruar me ne. Arsyeja? I kemi thënë publikut disa gjëra që për të do t'ishin më mirë të mbesnin brenda dy erëve të bashkisë. Ti më premtove mua që do kërkosh falje publike nëse do vërtetonim që ishte gënjeshtë. Ju pres në shtëpi si person që të pres në shtëpi. Për sa i takon? Jo intervistë. Intervistë nuk meritoni asnjë përgjigje më nga ana ime. Çdo gjë zyrtare. Ambaruam. Më ço shkresë zyrtare dhe do të përgjigjem.
Jo, po me të drejtë dojna, unë jap të drejtë që i vun flakën. Se do vinte ai madhi pastaj do thonë ka pera këtu? Si është e shpra vëri flakën, digje. Edhe digjen provat. Por ne nuk e kemi mbyllur ende kapitullin me pera, sepse është në TikTok challenge-i më trendi i vitit. Cila nga bashkitë e vendit bën masakrën më të madhe midisore? Në fakt, sapo pam katastrofën në Ardhish, të sezon kemi parë edhe kamionët me vera që derdhen pa kriter nëpër Tiranë, për të mos përmendur tani të lutem situatën e mbeturinave në Prishtinë, po ka më se nuk mban më ky shpirt e kjo zemër. Ka dhe një që po i te kalon parashikimet. Në bursën e New Yorkut kishe shku kështu fare. Nuk besoj. Është më interesant nga gjitha është surprizomë më. Fushkruj. Që në fakt është bërë kodër kruj prej mbeturinave. Një lajm të mirë, sepse është në fakt IKMT-ja që ka kryer një inspektim në landfillin e palishëm të Krujës, menjëherë sapo ne e denoncuam. Ndjekim çfarë kanë zbuluar. Prej 2 muajsh ju kemi dëshmuar me fakte masakrën mjedisore me mbetjet në 2 qytete, Shijak dhe Fushkruj. Në të dyja këto vende janë krijuar landfille për depozitimin e mbeturinave në kundërshtim me ligjin dhe jashtë çdo rregulli teknik. Bashkia e Krujës, ku bën pjesë edhe Fushkruja, përfshihet në qarkun Durrës dhe mbetjet duhet i depozitojnë në ZMM-n e Tiranës në Sharr, por njësoj si Shijaku nuk e ka respektuar këtë vendim dhe madje ka sajuar vende që nuk plotësojnë asnjë lloj kushti për depozitimin e mbeturinave. Aktualisht, të gjitha plerat e Bashkisë së Krujës hidhen në Kodër Dollak, në fshatin Kameras, një landfill i krijuar pa një plan të qartë, pa përmbushur kushtet specifike për një vend depozitim mbetjesh. E vetmja gjë që ka bërë Bashkia e Krujës është ky projekt i gushtit të vitit 2019. Më në fokus, shërbim mirëmbajtje vend depozitim mbetjesh të ngurta urbane. Shkeljet në artimin e këtij projekti janë flagrante, sepse pavarësisht se Kruja nuk ka asnjë landfill të licencuar, në projekt vendi në Kodër Dollak cilësohet si landfill në kategorinë C2. Sipas relacionit teknik të përgatitur nga Ministria e Turizmit dhe Mjedisit, afati i përdorimit parashikoi për 3 vjet, deri në përfundimin e vend depozitimit të mbetjeve në Tiranë, ndërsa në krye të plan zbatimit, kohëzgjatja ishte 5 vite. Por në fakt, këto afate janë te i kaluar dhe Kodër Dollaka vazhdon të jetë një landfill që mbledh gjithë plerat e qytetit. Ndërkohë që një problem vete është edhe kompania e cila është kontraktuar nga Bashkia e Krujës për mbledhjen dhe depozitimin e mbetjeve. Bëhet fjalë për Alba Konstruksion, që disponon vetëm leje mjedisore të tipit C, e cila është shfuqizuar, dhe për landfille duhet leje e tipit A ose B. Por këto leje nuk janë miratuar nga Agjencia Kombëtare e Mjedisit për vendodhjen Kodër Dollak. Por ajo që është akoma dhe më skandaloze, e më e rëndë për jetën e njerëzve dhe jo vetëm, është fakti se ky landfill është krijuar shumë pranë vendbanimeve, tokave bujqësore, pyllit dhe liçenit, në kundërshtim me çdo lloj ligji. Gati një muaj pas transmetimit të vëzhgimit ton për landfillin në Kodër Dollak, institucionet u vunë në lëvizje dhe filluan kontrollet në këtë zonë dhe më datën 20 maj 2025, Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit kreu një inspektim pikërisht në Kodër Dollak, fshatin Kameras në Fushkruj. Pas këtij inspektimi, ashtu siç edhe ne kishim thënë më herët, Inspektorati Kombëtar për Mbrojtjen e Territorit konstatoi plot 8 shkelje. Së pari, Bashkia e Krujës nuk disponon leje mjedisore për vend grumbullimin e mbetjeve në Kodër Dollak. Duke u bazuar në ligj, mbetjet nuk duhen përzier me mbetje ose materiale të tjera që kanë veti të ndryshme nga të tyret, por as kjo pikë nuk është respektuar, pasi janë vërejtur përzierje të mbetjeve me veti të ndryshme. Ndër të tjera, në proces verbal, Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit shkruan se Bashkia Kruj, në vend depozitimin e paligjshëm në Kodër Dollak, nuk disponon infrastrukturë për të asgjësuar mbetjet e parikuperueshme me operacione të sigurta asgjësimi. Kjo është vetëm një pjesë e vogël, sepse lista e shkeljeve vazhdon më tej. Sipas ligjit për menaxhimin e integruar të mbetjeve, krijuesi ose zotëruesi fillestar i mbetjeve, në këtë rast Bashkia e Krujës duhet ta kryejë trajtimin e tyre vet ose përmes një tregtari ose personi tjetër. Po ashtu, krijuesi i mbetjeve mban përgjegjësi për operacionet e rikuperimit ose asgjësimit, edhe në rast se i transferon plerat tek një tregtar ose person tjetër. Personat që grumbullojnë mbetjet duhet i çojnë ato në impiante trajtimi të përshtatshme që plotësojnë kërkesat e ligjit dhe mbetjet
mbetjet jo të rrezikshme që transferohen duhet të shoqërohen me një dokument transferimi. Por Bashkia e Krujës nuk do lodhet plotësonte gjithë këto kritere, ndaj ka rënë shkurt dhe nuk ka përmbushur asnjë prej tyre. Ligji ka parashikuar se mbetjet duhet të transportohen me mjete që janë të licencuar nga Qendra Kombëtare e Licencave në kategorinë 3-2B. Ndërkohë, Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit ka konstatuar se mjetet e bashkisë i transportojnë mbetjet pa qenë të pajisur me licencat përkatëse. Procesverbali e bën të qartë një herë e mirë se mbetjet në kodër dollak po hidhen në një vend të ndaluar, duke kryer veprime në kundërshtim me ligjin, sepse në asnjë mënyrë nuk lejohet grumbullimi i mbeturinave në zonat publike, parcelat bujqësore, pranë kanaleve kulluese o itëse, si dhe në çdo vend tjetër ku dëmtojnë tokat, bimët dhe kafshët. Për të gjitha këto shkelje, Bashkia e Krujës rrezikon të dënohet me disa gjoba, të cilat shkojnë në total 44 milion lek minimumi, ose 75 milion lek maksimumi. Dhe të gjitha këto para do të paguen me taksat e qytetarëve të Krujës, dhe që fare mirë mund të kishin shkuar për një shërbim tjetër, ose për të përmirësuar trajtimin e mbetjeve, duke respektuar ligjin. Bazuar edhe në inspektimin e kryer nga Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit, kryetari i Njësisë së Qeverisjes Vendore, në këtë rast kryetari i Bashkisë së Krujës, është përgjegjës për menaxhimin dhe administrimin e mbetjeve, gjë e cila nuk është realizuar. Më herët, madje edhe përpara se të plotësoj ky proces verbal, ne i kërkuam shpjegime kryetarit të Bashkisë së Krujës, zotit Artur Bushi. Por ai gjeti planin perfekt për të na shmangur. Po mas takimit lutem. Mund ta bëjmë lutem. Dy pyetje mas takimit lutem. Po pse mos ka filluar ende takimi? Jemi 5 minuta para, kryetar. Dhe që atëherë nga kryetari Bushi nuk ka asnjë shenjë. Edhe pse e kërkuam për disa ditë me radhë bashki, ai nuk u shfaq asnjëherë. Me sa duket është ende në fushat, edhe pse zgjedhjet ka gati një muaj që kanë përfunduar. Hold on, let me take my time. Direkt për Fashion TV. Kjo kënga do jetë leitmotivi pushimeve verore që do vinë. Në fakt mund ta dërgosh të për të konkuruar në Fashion TV. Po. Mbase të marrin. Po, xhaketën po, ma marrin. Po mua? Do të flasim për çështje shumë serioze, sepse helmimi i fëmijëve në Gramsh erdhi patjetër si një shok shumë i madh për gjithë ne, sepse bëhej fjalë për fëmijë të cilët ndodheshin në një kopë shtetëror dhe rrezikuan jetën e tyre. Por siç ndodh rëndom, 3 ditë. Çudia më e madhe, 3 ditë zgjat, themi ne, kështu që çdo skandal harrohet. Unë them të ndryshojmë emrin dhe Shqipërisë nga Albania Alzheimer. Harrojmë gjithë. Por piranjat Alzheimerlania. Por piranjat nuk harrojnë. Ndryshe nga sa mendohet për memorien e peshqve, piranjat shqiptare mbajnë mend shumë mirë, more, të kujtojnë edhe çka ke bërë para 20 vitesh. Po, prandaj dhe ne i shkuam edhe më thellë për të kuptuar ku qëndron problemi. Dhe problemi, nuk e di ndjendi, po, mbas pak. Shumë i ndjeshëm je bërë ti kohët e fundit. Ndoshta është proces normal. Si çdo nën. Bëhet fjalë, domethënë vjen pak era vezeprishur. Ky muhabet, sepse bëhet fjalë për një rast. Unë se për vete, nuk e di se ç'ke. Atëherë nuk je shtatzën. Bëhet fjalë për një rast të përsëritur. I njëjti individ që është dënuar edhe për tendra të tjerë me probleme më dëna. Por? Është prap në treg? Po si të mos jetë në treg? Po, jo vetëm që është në treg, po ka dhe monopolin e salmonelës për Gramshin. Jo. Po. Jo, të lutem mos ma thuaj këtë. Me dokumenta! Prandaj piranja jon, Jonida Mukja, ka zbërthyer se nga vjen kjo salmonela që helmoi të vegjëlit e Gramshit. Qa bëhet kështu më qa bëhet? Një ngjarje e rëndë tronditi disa ditë më parë vendin. Fëmijët e kopshtit publik numër 1 të qytetit të Gramshit janë ndjerë keq, menjëherë pas konsumimit të ushqimit, i cili më pas rezultoi pozitiv me bakterin salmonel. Zyrtarisht u deklarua se janë prekur 14 fëmijë, 6 prej të cilëve janë shtruar në spital, por dyshimet janë se 72 fëmijë kanë konsumuar ushqim me pranitë të salmonelës.
Prokuroria e Elbasanit ka nisur hetimet për ngjarjen dhe po ashtu edhe autoritetet përgjegjëse që duhet të mbajnë përgjegjësi për kontrollin dhe sigurinë ushqimore. Por si gjithmonë në Shqipëri, autoritetet alarmohen pasi është shkaktuar dëmje. Madje në këtë rast janë dashur denoncimet e menjëhershme dhe protesta e prindërve që ngjarja e cila u mbajt e fshet për 5 ditë të bëhej publike. S'na jepnin përgjigje duke thënë që s'ka dalë akoma përgjigja, e kishin për ta marrë që të shtunën para dite, nuk e marrëm, sepse thoshin që nuk jepet kështu, duhet jepet në mënyrë zyrtare. Vjella diare kështu çdo 10 minuta, çdo 15 minuta, ishte edhe 72 orë që ishte që të merr. Njoftimin e mora nga edukatorja e kopshtit të Hanën, e cili fëmia ju shfaqet temperaturë, dhe sot po bëjmë 8 ditë, i cili vazhdon me dhimbje barku, stomaku, diare. Mirë që ndodhi kjo që panda ka unë të vi vërdall pak në program që se kishim parë, realisht, por tu ka i diçka, doni ta mbyllim, po fal mediave dhe fal ngritës zërit të disa prindërve që kanë shqetësim real, kjo ngjarje u bë mediatike. Sipas analizave të kryera nga Inspektorati i Veterinarisë, rezulton se helmimi i fëmijëve ka ndodhur për shkak të konsumimit të vezës. Këtu duhet sqaruar se salmonela është një bakter që gjendet tek mishi i pulës dhe rrjedhimisht edhe tek vezët e pulave të infektuara. Salmonela gjendet edhe në brendësitë të vezës, edhe në lëvorën e saj, në pjesën e jashtme. Në rastin në brendësitë të vezës kemi të bëjmë kur tufa e shpendëve është e kontaminuar dhe ajo transmetohet gjatë formimit të vezës, ndërsa në rastin e jashtëm ka një sër hallkash në të cilat kontaminimi mund të ndodhë që nga ferma e prodhimit deri në zinxhirët e transportit deri në kuzhinën apo kopshtin që mërrin. Deri më sot nuk është e qartë se cilat institucione janë përgjegjëse që të ndodhë ky incident i rënd. Institucionet kanë dhënë variante kontradiktore. Autoriteti Kombëtar i Ushqimit i hoqi përgjegjësitë nga vetja duke ia lënë fajin kopshtit dhe organeve që kontrollojnë ushqimet në këto institucione. Mostrat e marra për subjektin prodhues të vezëve kanë rezultuar negative për treguesin Salmonell SPP. Gjithashtu, nga komunikimi me shërbimin veterinar rajonal pran AKU është bërë ditur se ferma e shpendëve është testuar gjatë muajit maj 2025 për salmonelozë, rezultati së cilës ka qenë negativ, shpend të shëndetshëm. Mostrat e marra në subjektin e furnizuar nga prodhuesi dhe njëkohësisht furnizuesi kopshtit numër 1 gramsh kanë rezultuar negative për treguesin Salmonell SPP. Mostrat e marra në subjektin kopshti numër 1 gramsh rezultojnë me prezencë të Salmonell SPP. Nga këto informacione të marra deri në këto momente mendohet se kontaminimi i vezëve në kopshtin numër 1 gramsh ka ndodhur në ambientet e kopshtit numër 1 gramsh nga faktorë të tjerë jo të ushqimit, jo produkte vezë. Është një deklarat për të ardhur keq në kuptimin e plot fjalës. Për herë të parë një institucion nuk vendos përgjegjësi dhe nuk nxjerr shkakun dhe arsyeën që ka ndodhur, por justifikon veten. Pra ajo është një deklaratë e cila Autoriteti Kombëtar i Ushqimit ka justifikuar veten për të thënë që ferma është në rregull, kompania është në rregull, fajin e ka kopshti. Por në fakt një hetim i përgjithshëm epidemiologjik në gjykimin tim nuk është kryer dhe në fakt mungojnë shumë hallka dhe shumë dyshime për sa i përket mënyrës se si është prehur akuja apo qëndrimit në të cilën mban akuja. Rasti që vezët janë kapur të kontaminuara në ambientet e kopshtit, brenda pikerinave, në fakt ngre një hije të madhe dyshimi nëse kjo është e vërtetë apo jo. Nuk bën sens logjik që vezët të kontaminohen brenda pikerinave dhe ndërkohë në gjatë zinxhirit apo në magazinën e furnizuesit kanë dalë pa kontaminuara. Silva Bino, shefja epidemiologjisë dhe sëmundjeve infektive në Institutin Shëndetit Publik, e ka kundërshtuar versionin e Autoritetit Kombëtar të Ushqimit duke sqaruar se burimin e infeksionit të përcakton vetëm Instituti i Shëndetit Publik. Ignoranca nuk ka brirë. Gazetat shkruajnë helmimi i fëmijëve nga vezët me salmonell. Autoriteti Kombëtar i Ushqimit mbyll kopshtin në Gramsh. E para, AKU nuk mbyll kopshtet, por analizon ushqime dhe këto analiza që të kenë vlerë duhet të merren me mend aty ku duhet në bashkëpunim, gjë që AKU nuk e bën kurrë, pasi ne nuk ekzistojmë për të. I din vetë nga vjen dhe ku është burimi i infeksionit dhe si po shkon ai, nuk e përcakton as AKU, as inspektoriatet, por e përcaktojnë strukturat e shëndetit publik që duhet të kenë specialistë të trajnuar për këtë. Me qëra fjala, ka kaq shumë struktura dhe degët e tyre sa nuk dihet me këtë flasësh në këtë lëmsh. Na janë helmu fëmit dhe vend bërtasim ne që na janë helmu fëmit, bërtis kanë këta duke individu njerëz që mos dil atje, jo për çfarë do kërkoni, po më do kërkoj. Na keni helmu fëmijët, jepni përgjigje. E ndërsa faji mbetet jetim dhe Autoriteti Kombëtar i Ushqimit kërcënon çdo që bën deklarata të papërgjegjshme se mund të jetë objekti një procedimi penal. Le të flasim pak për subjektet që furnizojnë me ushqime, kopshtet, çerdhet, spitalet dhe institucionet e kujdesit të të moshuarve. Kompania e cila ka fituar tenderin me vlerë 95.000 euro pa DVSH për
për furnizimin me mallra ushqimor të një pjese të çerdheve, kopshteve dhe konviktit të shkollës së mesme për 24 muaj është Nelsa SHPK. Vlera e minikontratës për lotin e furnizimit me vezë është 28.000 euro. Çfarë vjet re në këtë tender është oferta e firmës Nelsa, e cila është më e larta mes 3 operatorëve ekonomik që kanë marrë pjesë në garë dhe është fituar pas një ankese që ka depozituar në Komisionin e Prokurimit Publik. Pra ofertuesi më i lartë fiton tenderin. Sidoqoftë, kjo nuk është shkelja e vetme, sepse çfarë jep zë këtij skandali është fakti që në vitin 2018 pronari i kompanisë Nelsa është dënuar me 2 vjet burg për korrupsion aktiv në procedurat e prokurimit publik. Kjo histori nis në vitin 2016 kur prokuroria e krimeve të rënda arrestoi ish zëvendës drejtorin e përgjithshëm të burgjeve Ilyas Labi dhe administratorët e 4 kompanive private, të cilët dyshoheshin se përmes një skeme korruptive fiksonin tenderat e ushqimeve që zhvillonte kjo drejtori. Në fund të procesit gjyqësor që zgjati gati 2 vjet, u arrestua ish drejtori i përgjithshëm i burgjeve Artur Zoto, por në fund, gjykata e apelit për krimet e rënda e shpalli të pafajshëm duke dënuar zëvendësin e tij Ilyas Labi dhe administratorët e kompanive Dogol, Vllaznia, MB Kurti dhe Nelsa. Nga hetimet rezultonte se pronarët e këtyre firmave, Elidian Laskaj, Ylber Kalaja, Shemsi Sinani dhe Nexhmi Balla, bënin marrëveshje me njëri tjetrin për të përcaktuar fituesin me procedurat e tenderimit të ushqimit që organizonte Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve dhe korruptonin dhe zyrtarët e Drejtorisë së Burgjeve. Kjo çështje mbajti për muaj me radhë të ndezura media të cilat raportonin bisedat e tyre për paracaktimin e tenderave, duke shkaktuar një skandal. Por siç ndodh në zakonisht, çdo gjë u harrua. Ndërkohë që absurd është fakti se gjykata vërtet dënoi pronarët e firmave, por jo entitetin përfitues, kompaninë si subjekt, duke i lënë rrugë të lirë pjesëmarrjes së tyre në tendera publik. Edhe pse ligji për prokurimin publik me ndryshimet e bëra në vitin 2018 vë kush që kompanitë të cilat marrin pjesë në garë nuk duhet të kenë qenë të dënuara me vendim të formës së prerë dhe as pronarët përfitues të tyre, apo antarët e bordeve dhe personat që kanë interesa kontrollues në to. Pra këto firma në asnjë lloj skenari nuk do të duhet të ishin përfituese të parave publike, pasi është vërtetuar se përfitonin në kurrizë të parave të taksapaguesve shqiptar dhe cilësisë së ushqimeve me të cilat furnizonin institucionet publike. Por kjo është shumë e bukur për të qenë e vërtetë në një vend si Shqipëria. Sepse disa muaj pasi pronarët të firmave u dënuan nga gjykata, kompanitë rezultojnë të kenë marrë pjesë në 10 tendera ku kanë rezultuar fitues, madje edhe në Drejtorinë e Përgjithshme të Burgjeve. Institucion për të cilin u dënuan. Tani le të përqendrohemi pak te kompani që furnizojnë çdo ditë institucionet me produkte ushqimore. Në dhjetor të vitit 2018, disa muaj pasi pronari i kompanisë Nelsa Nexhmi Balla u shpall fajtor nga gjykata, aksionet e kompanisë i kaluan bashkëshortes së tij. Në qershor të vitit 2020, kapitali u zhvendos në emër të vajzës Elsa Balla Kamberi. Deri në korrik të vitit 2020, periudhë kur kompania Nelsa kishte fituar 10 tendera të ushqimeve, emaili zyrtar i kompanisë vijonte të ishte me emrin e zotit Nexhmi Balla. Gjatë kësaj periudhe, kompania Nelsa ka fituar 4.6 milion euro kontrata, ndërsa nga thesari i shtetit ka kërkuar 4.1 milion euro nga viti 2019 deri më sot. Një moment tjetër kyç i kompanisë Nelsa është në shkurt të vitit 2021, kur u përjashtua për 2 vjet nga pjesëmarrja në tendera nga Agjencia e Prokurimit Publik pas një hetimi administrativ të kryer nga një ankesë që u depozitua nga një operator ekonomik. Por çështja më pas u zgjidh në gjykatë. Një tjetër subjekt me emrin Vllaznia ndryshon emrin në Dajti Park 2007, ndërsa pas dënimit nga gjykata, pronari i saj Ylber Kalaja i dhuron 50% të aksioneve djalit të tij Desart Kalaja dhe gjysmën tjetër Lulzim Qefalis, vëllai të deputetit socialist Xhemal Qefalia. Kompania Dajti Park 2007 rezulton të ketë fituar 10 kontrata për shërbimin e cateringut të ushqimeve në disa institucione si operator i vetëm me vlerë fondi limit prej 6.3 milion euro. Edhe kompania Sinani Trading, e cila mbante më parë emrin tregtar MB Kurti në pronësi të Shemsi Sinanit deri në vitin 2018, i dënuar për këtë aferë, ka vijuar normalisht të marrë pjesë në prokurimet publike, duke fituar 10 kontrata, pasi aksionet i kaluan djalit të tij, Ledion Sinani. Deri më sot rezulton të ketë marrë tendera me vlerën e 8.5 milion eurove. Një tjetër kompani e lidhur me të është 4S, e cila është në emër të Gjino Sinanit, djalit tjetër të Shemsi Sinanit. Firma rezulton të fitoj vazhdimisht tendera nga institucionet publike për furnizimin me ushqime. Tabloja me këtë që treguam qartëson arsyet se përse ndodhin ngjarje të rënda si ajo e pranisë së salmonelës në ushqimin e kopshtit numër 1 të qytetit të Gramshit.
A kemi të drejtë të dyshojmë që operatorët të privat shohin të fitojnë sa më shumë? E zyrtarët në vend të kujdesen për shërbimin e mirë dhe cilësor, shohin se sa mund të përfitojnë ata në formën e korrupsionit. E gjitha kjo në kurriz të taksave, por më kryesorja në kurriz të shëndetit ton. Përgjigja e keqeverisjes dhe korrupsionit gjendet te historisi kjo e Gramshit, të dëmtuar nga e cila fatkeqësisht dolën fëmijat. Kërkoj siguri. Faktën për ushqimin që fëmia konsumon atje duhet të jetë i sigurt. Secili institucion e ka fajin, autoriteti i ushqimit, instituti i higjienës apo institucioni që e ka dhënë tenderin, këtë duhet ta gjejë drejtësia. Ne dim që kur plas një skandal, kur çdon një hallk e kur ngjarja tentohet të mbulohet, fshihet një aferë që i tmerron zyrtarët. Dhe kur kjo ndodh me aktor përsëritës, atëherë organet e hetimit duhet të shkundin pluhurin e dosjeve dhe të veprojnë. Fundja, a nuk është ky misioni i drejtësisë së re? Në Piranjat Show kemi parë mashtrues nga më të ndryshmit, ose më mirë le të themi kemi parë lëkura nga më të ndryshmet, sepse mashtruesit vetëm lëkura u ndryshon, në thelb janë të gjithë një lloj. Po, kemi parë këtu që kanë ardhur në lëkurën e funksionarit publik, të artistit, biznesmenit, sekserit, atij që mbaron punë, atij që s'mbaron punë po thotë që mbarova punë, por mashtruesi sotëm vjen në lëkurën elegante të arkitektit. Që në bashkëpunim me lëkurën e një avokati bëjmë premtime që nuk i mbajnë gjepak, marrin dhe lekët. Ky është momenti kyç. Marrin lekët dhe puf, zhduken. Po ta qenë magjistar më i dojmë. Ndjekim piranjën ton Matilda prendi, teksa prende in volo questa situazione, questa investigazione e la porta fino alla fine. Bravo collega, bravo. Grazie collega. Problemi ka nisur vitin 2021 me Denis Spaho, miku im, edhe Erion Turku, arkitekti shoku i miku tim Denis Spahos. Ato kanë përfitu, po mirëbesimi është shkelur. Elioni është një 40 vjeçar me banim në Angli, i cili me sa shihet ndihet i mashtruar nga Denisi, daja e bashkëshortes së tij, por edhe nga arkitekti me të cilin ky i fundit ka bashkëpunuar. Deshëm me ndërtu një shtëpi të re. Në kohën kur e kena ble, nuk është regjistru gjithë toka. Thjesht ka pas 250 metra katror baba im certifikat në hipotek, edhe 250 tjera nuk ishte regjistruar. Duke qenë se Elioni jetonte në Angli dhe kishte të pamundur që të merrej me procedurat ligjore, vendos t'i kërkojë një nder dajës së bashkëshortes. Komunikova me mikun tim Denis Spaho, edhe i kërkova ma gjej një arkitekt. Ai më tha mua, kam një shokun tim, quhet Erion Turku. Elioni bie dakord në propozimin e mikut dhe pa humbur kohë fillon bashkëpunimin me arkitekt Erionin. Por këtu nis gjithë kalvari më pasëm. I kërkom arkitekti që të bëj projektin e shtëpisë. Ky i ka marrë dokumenta, tha, "Ok, do e bëjmë." Na bëni një 2-3 arkitektura, na kërkovi 3200 euro si paradhënie. Tham, "Ok, do t'i japim, se gjithmonë futëm mikun ton Denis Spahon në këtë mes për mirëbesim. Lekët ti janë dhënë Denisit, miku tim, në prezencën e arkitektit Erion Turkut." Pra, për të qenë i sigurt, edhe për faktin se nuk ishte pagesë me faturë të rregullt, Elioni preferoi që lekët të kalonin së pari në dorën e mikut të tij e më pas në xhepin e arkitektit. Por kuptohet, pa haruar lapsin dhe letrën. Një muaj mrapa, me datën 16/2/2021, janë dhënë 830.000 lekë të vjetra Denisit për taksat e lejes ndërtimit, sikur na kanë thënë ato. Me 27/2 478 janë dhënë Denisit në dorë për taksat edhe këto. Me 7/3 620.000 lekë janë dhënë Denisit në dorë edhe këto për taksat. Po çfarë ishin gjithë këto taksa, se s'po e kuptoj. Edhe unë nuk i kena kuptu. Thjesht na kanë thënë duhen mu pagu disa lloj taksa. Kjo lojë me pagesat e një pas njëshme të taksave vazhdoi për shumë kohë. Në mungesë informacioni për procedurat që ndiqeshin dhe në kushte besimi, Elioni nuk hezitonte të dërgonte para. 28/3/2021 200.000 lekë, prap Denisit prap për taksat. Edhe një tjetër me 10/4/2021 300.000 lekë, edhe këto për taksa. Edhe shuma totale i bie 2.788.000 për taksat e lejes që i detyrohemi me pretekst shtetit.
Nuk ju ofrohen asnjë dokument, asnjë faturë që tregonin se këto ishin për taksa? Kam thënë dokumentat, më ka thënë janë në zyre, i ke aty, ke besim tek unë. Masi kena pagu gjitha këto pagesat, na thanë nuk mundemi me vazhdu sepse toka nuk është regjistruar në emrin e babës. Tani duhet të regjistrojmë tokën se për ndryshe do na e refuzojnë. Pra, vetëm pasi kishin paguar një pas një taksat e supozuara, pas kanë kuptuar që toka nuk pas ka qenë e gjitha regjistruar dhe për këtë do duhet merre arkitekti? Pikërisht, gjithmonë kam komunikuar me mikun tim Denisin. Denisi çfarë përfitonte nga kjo? Denisi po më bënte nder mua me pretekst, edhe unë e kam ndihmuar për disa punë të tjera që të marrësh problem mua. Si vazhdoi historia pastaj? Tani do regjistrojmë tokën, edhe do kthehemi prapë me zhvillu lejen për me përfitu, për me bëndërtim. Sa do bëj? 3.800. Thash pak si shumë. Thash janë lënë gjitha ato lekë edhe nuk e di si po shkon puna. Jo më tha mua tja nuk e besim. Për shumë kënd, besimi është normë shoqërore, ndërsa për Denisin dhe shokun e tij arkitekt, me sa duket është thjesht një karrem për të manipuluar viktimën e radhës, që në këtë rast ishte Elioni. Bëhemi, thash, lek i keni, edhe lek i kërkoshin në euro. Dhe jo pa qëllim, sepse 4 vite më parë, kursi i këmbimit shkonte në favor të eurove. Dhe dy mjeshtrat donin të përfitonin edhe nga thërrimet. Me datën 14/7/2021 ja kanë dhënë Erion Turkut në dorë, në prezencën e Denisit, 3.800 euro. Çfarë kanë bërë deri më sot ata? Kanë bërë do letra, do tek disa dy gjona, nuk e di se çka kanë bërë, dhe ato që i kanë bërë me gabim, lekët janë marrë, edhe puna nuk është marrë. Pra, ajo që nisi si një shtëpi ëndrash, shpejt u kthye në një makt. Në këto kushte, në 2022-shin, Elioni detyrohet të vinë në Shqipëri, ku lë edhe një takim me 2 bashkëpunëtorët. I tham ku është puna, po presim, po është vështirë, duhet me pagu lekë, ne këtej. Çfarë po prisnin ata? Nuk e di as vetë, nuk e kuptom edhe, diskutum me vllajin, i pam gjëna nga afër, edhe i tham leni punën, sikur është, merrena ne. Edhe jena marrë ne, e kena regjistru toka. Mas i regjistrum tokën, i tham tani ne du të bëjmë shpinë. Ato lekë që i ka marrë Elioni, ja lejmë edhe diçka ekstra qa duhet, sa i na ka thënë për 8.000 fillim. Do ja zëvendësojmë edhe të vazhdojmë, sikur kemi qenë. Për ta qartësuar, 3 janë fazat e dërgimit të lekëve nga Elioni për arkitektin. Faza parë është paradhënie, 3.200 euro. Faza e dytë është 2.788 për taksat në shtet. Faza e tretë është 3.800 euro për regjistrimin e pronës së mbetur. Okej, ju kur i premtuat Erionit 8 milion lekë, do të përfshiheshin gjithë këto dhe taksa dhe puna dhe arkitektura çdo gjë? Për lejen edhe për arkitekturën. Mbrapa i tham Denisit, ato taksat duhet t'i shohim, i thash edhe të vazhdojmë. Na tha, prit do shkoj do i marri tek studio edhe do ja çoj. Edhe zgjati një javë, 2 javë, jo ka ik në Itali personi që është në studio, e fillovi të ndru numra. Do me thënë ai asnjë dokument nuk ju dha, asnjë faturë, asgjë? Asnjë faturë. Edhe atëre e kontaktum arkitektin. Ai tha taksa nuk janë paguajt. Po për çfarë ishin ato para? Për çfarë kishte marr? Aty del që është për mashtrim. Kuptum se kanë qenë krejt gënjeshtra. Ka 2 gjona. Ose janë nis me pretekst që do na mashtrojnë, ose është jo aftësia e arkitektit. Ai ka qenë me eksperiencë? Denisi e prezantonte me eksperiencë. Në fakt, kjo që dëgjuat është për të diskutuar, por do të dalim pak më vonë edhe aty. Mrapa i çova Denisit mesazh, i thash se më ke gënjë o mashtrues gjëna të tilla. Ai ma fiku krejt kontaktin. Edhe ne u morëm me Erionin. Erioni doli me pretekstin që unë nuk di çka ka bë Denisi, ai ka përdorur emrin tim edhe ka bë gabim. Arkitekti shfaqsoi tërësisht përballë Elionit, duke ja lënë të gjithë peshën e fajit bashkëpunëtorit të tij. Në këto kushte, Erioni pretendon që as nuk ka qenë te shtëpia e familjes tënde, as nuk ka takuar asgjë. Po, Denisi u shkput, ti dilte si buri mirë na hapte telefoni edhe fliste me ne edhe ja ilte fajin Denisi. Madje duke sqaruar gjëra gjatë në çdo detaj. U bëko që përballemi me mashtrimet e Denisit, i cili më përfshiu në një vorbull që ju rëndoi edhe juve. Kjo situatë ma bëri ta njoh edhe unë se me kë kisha të bëja, por ju nuk keni faj. 3.800 euro janë marrë në prezencën time. 2.500 mbajta unë, 1.300 i mori Denisi. 3.200 i ka marrë Denisi pa prezencën dhe djenin time. Nga 2.200 që studio kërkoja së kohe, ka marrë 1.000 euro më shumë dhe i ka përdorur.
Më pas, kur mori mbrapsht me kërkesën tuaj nga studio 2200 euro, të cilat janë dorëzuar Denisit, ai ka mbajtur të gjitha vetë dhe nuk i ktheu kurrë te ju siç i kam kërkuar të bënte. Për arsye se familja ime po kalon një stres dhe ankth të madh që Denisi më përfshiu në këtë histori, un kam pranuar, pavarësisht se ky detyrim s'më takon mua, ta shlyej ndaj jush duke qenë se Denisi nuk mban përgjegjësi. Erioni duket një person që vetë sakrifikohet për të mos prishur qetësinë e familjes. Sidoqoftë, ky reflektim altruist nuk zgjat shumë dhe pas 2 javësh Erioni ndryshon mendim. Të nderuar, un kam reflektuar dhe ajo çka kam marrë përsipër ka ndodhur pasi jam ndier i kërcënuar nga ju, por edhe prej Denisit. Un do përgjigjem vetëm për 3800 euro që un kam qenë prezent, nga të cilat kam kthyer 2000 me bank. Tani në total janë 7000 euro edhe 2.788. 2000 euro janë kthy, janë edhe 5000 euro edhe 2.788. Pra 5000 euro ti pretendon që do të kthehen nga Denisi duke qenë se ja ke dhënë atij në dorë për Erionin. Po. Dhe 1800 do kthej Erioni, nga 3800. 1800, të dy mashtrojnë. E keqja është që Denisi nuk përbadhet. Komunikimi i fundit me Denisit ka qenë para një vitje edhe ai ka deklaru që gjitha lekët i ka Erioni. Lekët i ka Denisi. Jo, lekët i ka Erioni. Jo, Denisi. Jo, Erioni. Një lojë me pasime që i ngjan një labirinti të ngatëruar, ku sa më shumë futesh, aq më pak shanse ke të dalësh. Për më tepër që duke akuzuar njëri tjetrin, nxjerrin edhe perla të tjera. Pjesën e projektit me inxhinierin me çdo gjoje. Di si ka thonë, di ç'ke di, ai marrën ty në faj 6 plusa, në latrit. Po si që ky mo bëhet tash ti mosh ti 6 plus. Çka ke po ditë dashit? A ke marrë letë valla? Ne kemi po debat pas ne kam 3000. Kamion, për atë që ti ke dhënë lekët, edhe lekët kemi qenë unë, ai, bashkë shtëpia babës tat, me nonën tate, kemi qenë ke Roma e vogël që është me kondicioner, edhe Roma baba jo, tani, vje fajtori kësaj pjesë, gjë histori jam unë, normalisht ka një lunë vërë se unë jam ndaja, unë kam në mes, unë kam në me besim. Në ato leka i ka tja makinë, ka bje pens të punit. Në ato leka po diktimin e qunit, në ato leka ka sistem mogat në vetë. Pra, me kaj sa po dëgjojmë, Denisi e dit ka me pike presje se ku i ka shpenzuar lekët Erioni. Madje ky i fundit, pas ka guxuar t'i tregoj edhe për puçin që ka dashur t'i bëjë Elionit. Por pse vallë pas ka patur kaq guxim arkitekti ynë për të shprehur te daja i bashortes së Elionit. Çdo gjë e kam bërë me mirë besim. Tash se ma ka pasur me foto. Tani unë atë unë të ai qafe, ato të fuz në. Ai s'më del mu. Valla shumë jepi drejtim sa gjë, ose largët më aftin, ose çit faturë. Se çdo gjë po ai unë. Po çuhet ai nuk ka hapur telefon. Këtu janë një shumë konsiderueshme lekësh. To lek janë marrë në dorën tate Denis, edhe ti e përgjegj normalisht që i ke marrë në dorë, edhe ato tjera janë marrë me dorën e Erionit. Lek janë marrë edhe nuk është bën në i punë, okay? Në këtë bisedë me Elionin nuk shohim asnjë kundërshtim të Denisit. Pra, vërtetohet qartazi që parat kanë kaluar më parë në dorën e tij. Prandaj, përpiqemi që ta takojmë vetë atë. Denisi në Kanada, Denisi s'ka marrë asnjë lek. Po Denisi e pranon Denisi se ka marrë tjetër lekët. Denisi e vetëm sa i ka shoqëruar. Lekët i ka marrë gjithmonë Erion tu. Po pse e pranon Denisi? Sepse po ka marrë, ka qenë prezant, ja e marrë ato lekë. Po mua këtë nuk kuptoj Erionin, pse akuzon Denisin? Po Erioni do të dha para për gjysmë. Ti ha gjysmë Denisi gjysmë pa javë. Se do është bësherri. I nemi da gjallë degë me besën. Prindrit e Denisit janë të bindur që djali i tyre është i pafajshëm dhe nuk ka marrë asnjë lek, pavarësisht akuzave që kanë çuar në prishjen me mbesën. Madje sipas atyre, një arsye pse Denisi nuk do ta bënte kurrë një veprim të tillë ka të bëjë me një nder të disa viteve më parë. Elioni na boni një nder, nuk e harroj. Na dha se ti fam për fëmijë. Për fëmijën që lindi kjo fëmijë mos 14 vjeç. Edhe ja kthy. Unë për ti kam bërë shumë. Mos më kujto atë se ti po më kujton me këtë gjë, mua çfarë do gjë që ke bërë për mua poshtë. Unë nuk të ta di për ne. Fëmijë kom për ti, dhe nuk ta harroj sa të ketë jetë. Kështu me fjalë, Denis, si kalove? Alo, përshëndetje, si kalove? Unë interesuar në fakt për problemin e Elionit, me cilin ti ke një konflikt për disa kohësh. Jo, i ka marrë mrapsh. Kush i ka marrë mrapsh? 7.000 euro? Po, Elioni ka marrë, jo, nuk janë 7.000 euro, janë 14.000 pound. Parni, edhe janë qumbë në përmjet emrit tim. Jo, nuk po flasim për ato para për mbesën, po flasim për parat e shtëpisë, që ti ke marrë. Shtëpisë po flasim. Se në video ti ke planuar që janë këto para dhe i ka marrë Erioni
Elioni pra, dhe nuk e pretenduar kur që i ke qerë parat, po ngatron historit më duke Denis. Parat, jo, s'ka të arrojë, unë po them ti po njën versionin tim dëshi. Po, por në ky version nuk është sakti, bazuar në ato që ti ke thënë te videoja. Nuk e diun se çka kanë xhiru. Po ato para që ti pretendon te video 7.000 edhe 2.700 dhe ti thua këto para i ka marrë Elioni, ka bler një Benz, ka paguar ditëlindjen e djalit dhe në momentin që Elioni të thotë që ti ke marrë parat nga prindërit e mi, ti thua po, është e vërtet? Nuk është e vërtet. Fillimisht, e ngatroi qëllimisht historinë me atë të burgjit për operacionin e fëmijës. Më pas, mohon faktet që i ka thënë vet. Kjo është mirënjohja për të cilën folën prindërit e Denisit? Kaq budallaja mund që të them unë ty që nuk janë aq, po janë më shumë. Kush është ai budallaq që do të thotë? Po ti ke qenë budallak kur e ke pranuar këtë në video se nuk e kuptoj. Që janë jo më zoj, nuk kam bërë asnjë lloj video unë me atë më zoj. Nuk kam asnjë lloj video. Se çfarë po bëhet tusën ti mua tash. Jo, unë po bëj thjesht detyrën time dhe po të ballafaqoj. Si do serime nga unë? Lekët janë kthy mapsh. Po nuk janë për çfarë faturë aq. Se i ktheve mbrapsht, nuk bëre asnjë punë dot? Po s'bën asnjë punë, ktheva mapsh. Arkitekti të akuzon ty që i ke marrë ti gjithë aparat. Unë Erion arkitekti nuk njoh njeriu, unë njoh me emër mbi emër. Kush është ky Erion? Erion Turku. Apo kështu folti mua, mos fal mua Erion arkitekti. Pra, edhe pse Elioni pretendon se Denisi ja ka prezantuar si arkitekt, ky i fundit nuk ja nika këtë profesion mikut të tij. Në cilësinë e kujt ka punuar Erioni, që ti nuk e njeh si arkitekt? Unë përçit letrat e shtëpisë. Nuk u arrit çdo gjë dhe u mbyll. Erioni të akuzon ty për parat që i ke marrë ti. Po let më akuzoj, më mi ka marrë unë, let më akuzoj. Ti akuzon Erioni? To lekë janë marrë në dorën tatë Denis, edhe ti e përgjigj normalisht që i ke marrë në dorë. Ti ke marrë këto para për Erionin, për çfarë i ke marrë? Nuk ka marrë para në dorë, zoj. O zoj, edhe ja, unë e di që ti po më regjistron tash, unë e di që ti po më regjistron. Absolutisht që po të regjistron. Unë e di që ti po më regjistron tash, se jeni për t'ju motra, vetëm kaq. Argumentet të dëgjuara këto gjithmonë nga persona që e humbin durimin kur nuk kanë se çfarë thon. Denisi duket që është mirënjohës ndaj mikut të tij që është gjendur pranë në ditën më të keqe. Gjëra që ndodhin. Sidoqoftë, le të dëgjojmë pak edhe arkitekt Erionin. Kam ardhur në emër të Elion Halidinit, me të cilin ju keni pasur një problem para ca kohësh. Elioni mund drejtohet në institucionet përkatëse për të gjetur vërtet. Okej, po mua më ka pohuar Elioni që i keni marrë ju parat, ndërsa Denisi thotë që ju me ato para keni bler benzin, makinën, keni paguar ditëlindjen e djalit. Të lutem, mund të më sqarosh? Sepse ti në mesazhe ke pranuar që ke marrë para këtu. Nuk jam me Denisin. Mund të sqarojmë, të lutem, kush i ka marrë parat dhe ku i keni çuar, të lutem, se ti ke pranuar që ke marrë para. Unë po kërkoj versionin tënd asgjë më tepër. Minimumi, nëse je kaq i sinqert, duam të vërtetën tënde, Erion. Pasi arkitekti u largua pa dhënë asnjë sqarim, u rikthyem te ai një ditë më pas. Erion, si je? Mendoj se na duhej edhe një takim tjetër. Të lutem, mund të di se ku i ke çuar parat që ke marrë nga Elioni? Erion, mund të më shpjegosh? Sqarim për juve. Ti gjatë gjithë kohës ke qenë prezent me Denisin të shtëpia familjarëve të tij kur Denisi i ka marrë parat për ty. Ku i ke çuar, të lutem? Me mesazhet ti ke pranuar se ke marrë një herë 2200 euro, një herë 3500 euro. Dhe nga këto ke kthyer vetëm 2000 euro. Pjesën tjetër ku i ke çuar, të lutem? Erion, ky është mashtrim. Të konfirmoj numrin e llogarisë sepse kështu i kam. Sa para tira ke për të dhënë? Rreth 7000 euro që u keni marrë. Zotëria mjafton një hapi konfirmim. Pra ti do t'ja hapësh tani, sepse ti deri më sot nuk e folur fare me to. Do t'ja hapësh tani që ne kemi ardhur, ne jemi interesuar. Pritje dhe pastaj më solli juve. Un kam mesazhet tuaja. Keni pranuar që keni mbaruar detyrimin ndaj tij. Do t'ja konfirmoj numrin, unë do ja kthej më një herë, nuk ja kam kundërshtuar asnjëherë vullnetin. Kundërshtuar sepse un kam mesazhet e tua. Ti ke thënë që nuk kam detyrimet. Pas interesimit ton doli versioni që ti ke detyrimet, do t'i ta kthesh? Sa para do t'i kthesh? Nuk kam asnjë sqarim tjetër për ju. Dera u mbyll, por jo biseda, e cila vazhdon kësaj radhe mes dy protagonistëve. Ale. Elion, si kalove? Unë sapo takova Erionin, dhe ai pretendon që të ka kërkuar numrin e llogarisë të dhënat këto ditë? Është e vërtet? Mi ka kërkuar atëherë, këto ditë jo. Erioni është duke të dëgjuar, është pas derës. Erioni të dëgjoj, i ka dhënë 2000 euro, ka me më dhënë edhe 5000 euro edhe 2.800.000. Elioni nuk i vjen. Këto janë manipulime informacione. Mirë, sa i ke Elionit atëherë? Për 1.800 euro të tjera, është 2.000 që e ka marrë. Jo, ato janë 3.800 që ja kanë dhënë prindrit e mi në dorë, kurse pjesën tjetër që ja kanë dhënë Denisin, prezentën e Erionit, që i ka marrë Erioni, edhe ato, ose Denisi, ose Erioni. Tani, Erioni, me gjithë Denisin, ballafaqohen edhe të gjinë se kush i ka ato. Erioni arkitekti që e ka marrë përsi për këtë punë. Nuk ka marrë përsi për asgjë, e ka gabim. 1.800 euro shim prapë, se nuk ja kthen Elionit.
Pse ke vonuar kaq shumë? Nuk më ka konfirmuar deri sot. Jo, të ka konfirmuar se ka mesazhet, unë të lutem, Erion. Ka mesazhe, por nuk e di çfarë mesazhe që ka dhënë juve. Mi trego atëherë. Po, pra, ti e di që ai ke borxh, çfarë konfirmimi pret, se s'po të kuptoj. Se ka ardhë puna deri këtu, ti që ti vonosh deri kaq. Të tjerat i ka Denisi, Erion? Pikërisht. Po, ti nuk i ke marrë fare ato para? Jo, e tash nuk e marrë. Ai ka marrë në emër tim. Ti nuk e qenë prezent? Po nuk e qenë të shtëpia prindërve të Elionit? Kanë qenë kanë marrë legë. Nuk kanë qenë makinë jashtë. Për çfarë ti kemi dhënë 3800 euro ti? Arfien, pse ti kemi dhënë ti 3800 euro? Se ka puna, se je arkitekt, ke licencë, je i licencuar nga shteti, edhe mos na gënje neve. Pse? Jo, ne të njohim si arkitekt. Me një fjali, arkitekti u bëjsh arkitekt, duke mohuar çdo fakt të deritanishëm që e lidhte me profesionin me të cilin ishte prezantuar. O, Erion, në cilësinë e kujt ke vepruar ti kur për punën e Elionit? Denisi ka një parkur të posaçme të Denisi. Denisi nuk dinte çfarë bënte, më qenë se unë të marr kërkoi ndihmë. Pra unë ndihmova se bënte aktivimin, vetëm kaq. Okej, ti ishe thjesht shoku i Denisit, domethënë. Isha thjesht njohje e Denisit. Denisi pa një mundësi të shpëtojë. Kjo është vërtetë. Okej, pra Denisi ka përfituar nga mirëbesimi i Elionit thua. Po ti pse ke lejuar këtë gjë nëse je njëri kaq i besës i drejtë? Isha të në momentet që i merrte para. Atëherë, me që ti kundërshton dhe veten tënde me mesazhet e tua, kjo çështje do t'i shkojë organeve kompetente dhe unë shpresoj që të mbash përgjegjësinë ligjore që të takon. Të uroj gjithë të mirat. Elion, ky ishte komunikimi i fundit që patëm me Erionin. Ai pretendon që do të kthej dhe 1800 euro, ndërsa pjesën tjetër thotë që do ta kthej Denisit sepse ai i ka marrë. Tani a është arkitekt as është arkitekt, se ne për arkitekte kena marrë, se kena marrë nuk jam i licencuar. Kjo histori ngjan me ato të dhelprës dhe Maçokut që mashtronin Pinokun, ndërkohë që Elioni, përveç edukatës, korrektesës dhe mirësisë, ju ka dhënë dy mjeshtrave edhe lek, shumë lek. Për korrektes, me njëherë pas takimit me arkitekti në zyrën e tij, ai i kthen Elionit 1800 euro. Gjithsesi, shumë e pamjaftueshme përballa asaj që ngelet. Dashuri për gjithë. Dashuri internet që kuptohet se sa i vjetër je në momentin që e bën zemrën kështu. Po. Sepse brezi i ri kam kuptuar që e bën kështu. Kështu. Ky brezi i ri, edhe i çik do e bëj vetëm me thoj. Tani do të shkojmë në komunën e Fierzës së Vogël. Po. Për nga popullsia, por shumë e madhe për nga fama, sepse atje ndodhet dhe hidrocentrali më i madh në Shqipëri, që na furnizon me drita ne, gjysmën e Shqipërisë, vendi, këto gjëra të tjera me radhë. Po, me siguri na furnizon çdo gjë që kemi këtu, ato dritat për shembull që kemi aty te grimi, këto dritat e skenës, ledwallin, që ushqyesi celular. Prandaj na lë. Po, lë sepse bie Fierza që ka luhati Fierza. I merren këmbët. Madje nuk e di ti nëse ndjen, po unë ndjera Fierz sot. Jo, nuk duhet të jem ke muj tret, se s'ka mundësi. Të vjen kështu të përzihet ti? Jo, deri tash jo. Më hanë ëmbëlsira shumë. Ke gafier. Fierza furnizon edhe televizorët nga ku po na ndiqni ju të dashur miq, edhe hekurin që kuros rrobat. Më duket se kam harruar hekurin pris. Ori, jeshtë atë e vdekme. Jo, po njerë probleme me aromrat, njerë harron, po... Vjenera hekuri djegur. Jo, amo prapti. Jo, vjenera gjimnaz, po. Këtu e ke qëlluar se në gjimnazin e vetëm të Fierzës kemi një problem i vogël. Për? Po, me kurikulën. Kurikulën e lëndëve me zgjedhje, sepse nga 15 të tilla këtë vit janë zhvilluar vetëm 12, pra mungojnë 3 lëndë. Ka pas leksion tullët, kurikula, s'ka qenë mirë. Edhe Fierza s'ka pas të reshe, edhe thamë po i ulim gjitha. Më falë tani, të bëj një pyetje.
Po kujt i duhet edukimi fizik? Po kujt i duhet edukimi fizik? Po kemi pa Brezneri me monopat. Edhe shkallën shpit duke ngjit me monopat. Po arti pa morë. Ç'i duam arti pa morë? Ç'do? Jo mirë e ke ç'do? Një piktor na duhet nere, e kemi atë. Ç'i duam? Na deri na mjafton. Madje hiqen dhe muzikën. Po muzikën ç'do mirë e ke? Fundja. Duke nduar. Për të mos folur tani për lëndën e modulit. Tani lënda e modulit? Më falë, mos është ajo që e japin tem dhe bën ese? Po, ajo është, ajo, që të duhet ajo? Ajo duhet ndaluar me ligj. Jo, po që do njerë? Të nisin të arsyetojnë fëmijët me kokën e vetë? As bëhet fjallë. Kjo është e pa imagjinueshme. Po të din të shkruaj njerë? E pa faqshme. Të mendoj fëmija me më... Turp të keni. Përballë mikrofonit të Luela Gaxhios, drejtoresha e gjimnazit e quan? Lapsus. Po, stilo lapsus, po... Gjë e vogël kështu. Por e vërteta nuk është komplet ashtu. Si është? Tani, e vërteta? Ta them apo mos ta them? Thuaj. Ta them apo ta shohim? Shohim. Se ti gjitha me aromraj, paske sot e ndjen vërtetën në Era lepur. Shpesh ne kemi trajtuar raste të problematikave në sistemin arsimor, prindër, nxënës apo edhe mësues kanë paraqitur shqetësimet e tyre. Si në këtë rast, që do t'ju tregojmë. Unë quhem Alfreda, jam mësues edukimit fizik në shkollën Mato Shukar. Jemi në Fiers, 15 kilometra nga qyteti i Bajramcurit dhe ky zotri po denoncon një rast vërtet flagrant në shkollën ku jep mësim. Para një muaji, në mënyrë rastësore, më thonë nxënësit e klasën 11 që profesor na ka një formular për lëndë me zgjedhje, por qytetërisht mungon lënda edukim fizik. Dhe unë i them të lutem më trego formularin dhe ai më tregon formularin që kishte dhënë drejtoresha e shkollës. Formulari i lëndëve me zgjedhje është një dokument i lëshuar nga Ministria e Arsimit, i cili ka si qëllim plotësimin e orëve mësimore të nxënësve dhe mësuesve. Por në formularin që nxënësit i dorëzojnë mësues Alfredit, ai vëren diçka të pazakont. Nuk ishte formulari origjinal që ka dërguar Ministria. Pasi formulari origjinal është me 15 landë, aty ishte heq edukimi fizik, ishte heq art pamor dhe model kurrikular. Ndërkohë që aty s'ka pas nevojë drejtoresha me çfarë se formularin thjesht ka pas me printu dhe me dhanë formularin që ka qenë origjinal, ajo ka falsifikuar. Në këto kushte, Alfredi së bashku me një kolegun e tij kërkojnë sqarime nga drejtoresha. Në këtë moment direkt bashkë me kolegun tim shkojmë dhe takojmë drejtoreshën e shkollës dhe i themi për rastin, si ka mundësi, si qëndron e vërteta. Drejtoresha sy në sy na tha që kjo nuk është e vërtetë pasi formulari po fjalë për tekstin. Një gënjeshtër e dukshme, sepse mjafton të lexojmë pjesën e sipërme të shkresës për të kuptuar që nuk bëhet fjalë për formularin e listës së teksteve shkollore, por për përzgjedhjen e lëndëve nga kurrikula. Çfarë halli keni Alfred që është qetësoni? Pasi unë ju kam plotësuar me orë. I them fal, po me orën li nuk na plotson ti drejtoresh ju, ni na plotson arsimi, ligjet e arsimit para universitar. Ajo tha nuk është çështje për ju. Sa orë duhet plotësoni ju në javë? Ngarkesëm si morëm mësuesat e edukimit fizik kanë 22 orë në javë. Pas kësaj bisede, mësuesi i kanë bindur se gjërat u zgjidhen, por ditën e nesërme ai kupton se asgjë nuk kishte ndryshuar. Prapë me tjetër formular që e kishin paralajmëruar. Me formularin që kishte 12 lëndë. Po, me 12 lëndë, domethënë kishte hequr atë origjinalin dhe me 12 lëndë. Duke parë që lista vazhdonte të ishte e njëjtë, siç e kishte korrigjuar drejtoresha, mësuesi vendos të bëjë një hap tjetër, duke telefonuar zyrën vendore arsimore të Tropojës. I them, më fal, ky problem ka ndodhur. Edhe më thotë Alfred nuk ka mundësi thotë me ndodhur, megjithatë thotë Alfred të lutem fal, se Petra drejtoreshën në telefon. Ai e thret drejtoreshën dhe drejtoresha në njëjtë mënyrë sikur na rrani mua, na mashtroi mua dhe kolegun tim, i thotë edhe atij që nuk është për lëndë me zgjedhje, po është për tekstet. Për dy herë radhazi, drejtoresha ka thënë gjëra të pavërteta, duke ngatëruar qëllimisht lëndët me zgjedhje me tekstet shkollore. Dukej se çdo gjë do të mbyllej pa një zgjidhje, por Alfredi vijon të këmbgul për ta çuar të drejtën në vend. Pastaj unë në njëjtën mënyrë ne ndjeni edhe drejtorin e drapit, Lezhë, dhe edhe ai thotë Alfred të lutem mu drejtor zyrtarit, i çoj letër edhe zyrës arsimore Tropoj. Gjithashtu ndërkohë i çoj edhe prokurorisë Kuksit, drejtoria arsimore kthei përgjigje ku e pranon fajin që ka bën drejtoresha, por në rastin konkret nuk merr masat që duhet më i marr. Prokuroria Kuksit i mbylli hetimet. Gjë që vërtetohet nga ky dokument, ku thuhet se prokuroria Valbona Verzeroli ka vendosur mosfillim të çështjes me pretendimin se mungon ana subjektive, qëllimi i fitimit dhe pasojat. Prokuroria gjithashtu shton se në faktet e sipërpërmendura nuk jemi përpara kushteve ligjore të regjistrimit të procedimit penal. Amosvald drejtoresha ka patur argumenta të mjaftueshme për të hedhur poshtë çdo pretendim të mësuesit që ka denoncuar skandalin? Në fakt, jo. Sepse për ta kuptuar të vërtetën, mjafton të dëgjoni një copës bisede mes të dyve. Drejtoresha formularin e
lëndë me zgjidhje. Ço bon? Këta nuk kanë bërë lapsus këtu. Domethënë ke pranë Jo, lapsus sepse kom harruar pjesën, kom harruar dhe artin, edhe sportin edhe motorin. Me këtë që sapo tha, bie poshtë pretendimi i mëparshëm që sipas drejtoreshës nuk ka qenë lista e teksteve shkollore, por lista e lëndëve me zgjedhje e shpërndar si pasojë një lapsusi. Të paktën kështu pretendon drejtoresha. Tash do të shpërndajmë votë ligjit do. Na kilon mua. Kjo që sapo dëgjuat është shembulli i qartë që deri tani drejtoresha ka punuar në shkeljet e ligjit, por rëndësi ka që e ka kuptuar se shalëmshi ka bërë. Dhe çfarë është më e bukura, listat mbeten të njëjta. Në shkollën Matoshuka nuk ndryshoi asgjë në raport me nxënësit e penalizuar nga kjo shkelje e drejtoreshës. Por as Alfredi nuk pranon të dorëzohet dhe vazhdon të kërkojë me këmbgulje të drejtën e tij dhe të kolegëve. Në të ta bëjmë marrëveshjen shtator, sepse kështu është rregull. Si e zgjidhni drejtoresha kështu? Falsifikimi, si e zgjidhja apo hiqni? Zgjidhni me esha. Këtë gjë ka bërë më orë vjet që ka bërë. Po mua ishte e rëndësishme Alfred si u zgjidh problemi. Cili problem u zgjidh? Cili problem u zgjidh? Falsifikimi. Qysh është drejtoresha e arsimit para një falsifikimi? Këto hapa të ndërmarr përfshirë edhe ato ligjor. Mësuesi Alfredi ja komunikon edhe stafit pedagogjik të shkollës nëpërmjet grup chatit në WhatsApp, por denoncimit të tij nuk ju përgjigj askush, ndërsa ne mendojmë që gjëja më e mirë është t'i japim zë edhe drejtoreshës së shkollës. Jam Luela nga emisioni Piranha. Kam një problematik në lidhje me lëndët me zgjedhje, me listën që është ndërë nxënësve të shkollave. E kam zgjidh. Si e kemi zgjidhur? E kam zgjidh çështjen, kam bën formular, ka qenë lapsus, është zgjidh çështja dhe është fut lëndë me zgjedhje edukimi fizik dhe sportit. Është keni hequr 3 lëndët, modulin e hekë drejta është ka një lapsus. Lapsus me hequr 3 lëndë ka 15 lëndë? Jo, është më lapsus nga kjo dhe është zgjidh çështja. Në fakt vetëm lapsus nuk ka këtu, sepse kur bëhet lapsus korrigjohet dhe jo të përsëritet. Në të kundërt, quhet faj. Quhet lapsus sepse ky formular shkruhet direkt. Në ku ju nxënësve i keni dhënë një formular me 12 lëndë, 3 lëndë janë të hequra. Po lapsus pra i kam dhënë. Po si bëhet lapsus? Është bën lapsus me 3 lëndë dhe është fut sporti, është fut klas 10, edhe në klas 12. Çfarë qëllimi keni pasur shit? Asnjë lloj qëllimi. Asnjë lloj qëllimi. Asnjë lloj qëllimi s'është pas. Qëllim bile shumë pozitiv dhe me hequr 3 lëndë. Ky mësues është kompletuar, 2 mësues, është Alfreda dhe Frandelia janë kompletuar me orë të plota si mësues edukimi fizik. Fal, po me orën nuk na plotson ti drejtoresh ju, ne na plotson arsimi, ligjet e arsimit para universitar. Duhen hequr 3 lëndë, modulet edukimi fizik dhe llogarinë ne për këtë është bën lapsus si drejtor. Lapsus këtu është tash kjo është lapsus, ne e kam është lapsus dhe kam dhënë llogari për këtë punë, kam dorëzuar në ZVA, është fut lënda me zgjedhje sport në klasë 10 dhe në klasë 12. Shnet mirë pafshim. Është lapsus, shëndet dhe miru pafshim. Ka që thjesht qenë ka, a mos duhet ta seroj më mirë? Shefe formularit përfundimtar. Përfundimtari, vot pare mëse keni shpërndar me lapsus pra po. Po zonjë të lutem, si mund të jetë lapsus përfundimtar? Që shkarkohet. Po pra ky është formulari që shkarkohet, dhe ky është formulari që ju keni dhënë. Po lapsus pra. Po jo pra ky shkarkohet direkt, s'ka nevojë për tu. Po lapsus apo? Direkt jo, nga drejtori lapsus dhe shefe poshtë formulari, shefe përfundimtar. Drejtoresha nuk ka pse ndërhyjet në këtë listë. Përfundimtar pse keni dhënë pra nxënësve formularin e parë me 12 lëndë? Kemi pas për bazë zgjedhjen e për shtëpiat botuese. Dhe përfundimtari. Lexojmë. Shkolla e Bashkuar Matoshuka, formulari për zgjedhjen e lëndëve nga kurrikulat me zgjedhje në klasën e 11. Formulari përfundimtar shikuam Zojnë. Shefe ku është më i motër? Shefe ku është? Mirë, se më justifikoni ju më këtë që e keni dhënë. Aty o bani lapsus, pra. Zonja Ramaj po përpiqet të na ngatërroj, ose qëllimisht, ose nga padituria e saj, duke bërë lëmsh lëndët me zgjedhje me tekstet shkollore. Kjo është një listë lëndësh me zgjedhje dhe kjo tjetra listë e teksteve shkollore. Tekstet shkollore hartohen një listë veçantë nga Ministria e Arsimit, më pas i dërgohen gjitha shkollave të sistemit parauniversitar, private dhe publike, dhe përzgjedhja është e lirë dhe bëhet nga mësues dhe stafet të shkollës, pra nga mësues të lëndëve të caktuara dhe stafet të shkollave përkatëse. Për shembull, në një lëndë mund të ketë 2 apo 3 alternativa teksti, mësuesi i shikon, zgjedh atë që i duket më i përshtatshëm dhe më pas vendoset bashkë me stafin e shkollës dhe drejtorinë e shkollës. Përzgjedhjen nuk e bëjnë nxënësit nuk kanë të bëjnë me përzgjedhjen e teksteve shkollore. Jo, përzgjedhja e teksteve shkollore është ekskluzivitet
autoritet 100% i mësuesit, pra e përzgjedh mësuesi i lëndës. Ashtu që e kam fut sportin? Pse e ke fut sportin? Po sepse kam zgjedh vetëm këtë lëndë, se këto kam zgjedh shtëpitë. Ka qenë me zgjedh shtëpitë botuse. Po lexon këtu formular për zgjedhjen e lëndëve me zgjedhje. Unë e kam fut, sporti është fut. Nuk lexon sporti është fut. E ke futur me shkrimdore që pranë një shkelje. Shnet mirë pofshim. Ju dhe nuk është viti të parë që ju drejtoni të shkollë që thonë është lapsus. Lapsus është. Nëse do ishte drejtuese të shkollë, atëherë mund të ishte lapsus. Lapsus është. Po jo ka shpinë të institucionit që ju e quar një lapsus. Haqë do zgjidhë ndryshe me Alfredit. Do zgjidhë ndryshe. Do zgjidhë ndryshe. Po s'ti marrë. Do zgjidhë ndryshe. Drejtoresha nuk e ka as pak problem që përpara kamerës të një emisioni të kërcënoj vartësin e saj. Duket që përveç lapsusit, di edhe ti tregoj vendin rebelëve në shkollë. Ju e keni të muq të formular, sa keni rish për ndar formular të tjerë në momentin që Alfredi ka ardhur tek ju dhe ju ka thënë, ju ka kërkuar llogari, urdhëro kam bisedat. I ka çuar në grup Alfredi asnjë përgjigje. Nuk e kuptova se përse është reduktuar ky formular, megjithatë ju uroj sukses. Urdhëro formularin grupi smatosh kur ka. Vazhdo. Çështja është zgjidh. Shmet më pofshim. Shiko, jeni gazetar shumë mirë, por merroni me gjëra të rëndësishme. Për ju kjo nuk është e rëndësishme që ka lidhje është për mua e rëndësishme. Po pra, po ju thoni merrem me një gjë, ka ardhur koha që të merrem me gjëra të vërteta. Kjo është e rëndësishme për mua janë të vërtetat. Kjo është e pavërtetë sipas jush, kjo është e pavërtetë sipas jush. E mbyll. Na sugjeroni ndonjë gjë të rëndësishme pra. Fjor, tani do të flasim për një temë që ti e ke shumë për zemër. Që? Për lumenj. Ndërkohë që lugina e lumit Vjosa bëhet gati të futet në UNESCO si rezervati biosferës, lumenjt e tjerë të vendit nuk janë, le të themi, kaq të përkëdhelur nga fati. Po, qa flet më edhe shushicër lumin e Vlorës, nuk do jetë më lumi Vlorës, do jetë tubi Vlorës, se... Por, tani... Nuk mund të kenë mbrojtës të lumejve të gjithë lumejnë të Leonardo DiCaprio të shi, të ludëm shumë. Po, pëse mu DiCaprio, do presit të mbrojmë DiCaprio lumejt e Shqipëris të shi? Jo, dili më vetë. Po pëse mo vetëm të DiCaprio të mbajemi ne, po nuk i vjen turp. Dojna, po nuk pate një figur të huaj që të mbron, i destinuar. Humbe, ja se mbrojt i shushicën a i. Në tupë, i ku shushicën. Pastaj kapitalizm lallë. Shiko, po mund të korruptojmë DiCaprio, për shembull. Po. 22 vjeç, aty është, 22-shi. Gjithsesi ne do të veçojmë dy nga këta lumenj pa mbrojtje nga DiCaprio, që është Drini Zi dhe Drini Bardh, që pasi kalojnë kufit e Maqedonisë dhe Kosovës, zihen për dore në Shqipëri. Bashkojnë mëkate, do me thënë, bashkojnë kimikatet dhe bëhen Drini Helmët. Po, madje unë i bëthire gjitha mësuseve dhe mësuseve të geografisë, bëni pak përditësim, përditësoni hartat. Drini Helmët, një ndotje niveleve katastrofike, mbetje urbane industriale, kimikate, metalit të dëmshme, gërryre të shtratit, dhe lista shumë e gjatë, Me des do thosha, po të merrni pak një gotë, do shkrini të gjithë kuzhinën. Për shembull, keni nishanet shumë, foto i aty, dhe nishani del. Ti... S'keni nevojë për zgrasator, më. Jo, isheni fare nga tregu. Derisa derdhet në det është bërë 50 hijet e Drinit. Ndjekim këtë investigim të kryer nga Frar Derista në bashkëpunim me kolegen ton nga Kosova, Merita Miftari. Kjo është një nga kodrat e fshatit Nimç të Kukësit, në cilën po të vëresh me kujdes dallohen ende galeritë që shërbenin në kohën e komunizmit për nxjerrjen dhe përpunimin e uraniumit, një prej lëndëve radioaktive më të rrezikshme, e cila shërben në masë për reaktorët nuklear në centralet elektrike, por edhe për prodhimin e armëve të shfarosjes në masë apo siç njihen ndryshe armët bërthamore. Në fshatin Nimç ka patur mbi 10 galeri që shfrytëzoheshin në atë kohë për nxjerrjen dhe përpunimin e uraniumit. Ka patur edhe
humbje jetësh në ato galeri. Kanë punuar familjarët e mi, xhaxhallarët e mi, xhaxhallarët e babait, të cilët të gjithë kanë vdekur nga kanceri. Këtë 31 vjeçare takuam teksa ishim duke marrë kampionime ujë në përrojën e Nimçës që rrjedh nga kjo kodër për të analizuar prezencën e metaleve të rënda në ujë dhe tokë dhe për të kuptuar dëmin që ato shkaktojnë në mjedis dhe në shëndetin e njeriut, ndërsa ai i përlotur na rrëfen se ka humbur nga kanceri shumë familjarë në moshë të re, si pasojë e ekspozimit të tyre me uraniumin prezent në ujë, tokë dhe ajër. Kemi xhaxhallarët e gjyshit që të gjithë kanë ndruar jetë nga kanceri. Ju kemi ndej të afër, jemi trishtu, dhimbja për një të afër kur e shikon në atë gjendje. Kemi pas xhaxhain e babit që ka qenë me kancer, që e maj menun më shumti që kam në kujtesën time. Ati i kishin rënë flokët, efektet e kancerit, vujtje, dhimbje. Iriu na tregon se edhe sot banorët e fshatit vuajnë pasojat e atyre galerive. Ka shumë fshatar dhe kushërit tanë që vuajnë akoma nga efektet anësore të uraniumit, toka, uji, ajri, të gjithë kanë përmbajtje uraniumit. Njeriu duke qenë me një trashëgimni pozitive për shkak të mikroelementeve dhe metaleve të rënda, i ndryshon geni që merr sëmundje të nivelit kanceroz, të nivelit të depresion. Po si dhe sa ndikon prezenca e uraniumit apo edhe metaleve të tjera të rënda në shëndetin e njeriut. Në Shqipëri vetë sëmundjeve gjenetike, disa nga sëmundjet më të përhapura janë anemia, hipertensioni, çrregullimet e funksionit të mëlçisë dhe veshkave dhe një nga faktorët e jashtëm më me ndikim në shfaqjen apo zhvillimin e këtyre sëmundjeve është ekspozimi i njeriut me metalet e rënda si bakri, plumbi, nikeli, arseniku, mërkuri, kromi. Një nga mënyrat e ekspozimit të njeriut me këto metale, kryesisht arsenikun, vjen si pasojë e përdorimit të ujit të lumenve dhe liqeneve, por kryesisht duke marrë nga ushqimet ujore. Profesor Sazanguri e cilëson atë si një nga elmuesit më të mëdhenj të njeriut, nga i cili duhet patur tepër kujdes, teksa paralelizon një episod të problematikave që ka shkaktuar ky metal i rënd në shëndetin e popullit britanik. Pecet e Irlandës me qymyr me naftë itnin arsenikun, i cili binte në det dhe thithesh nga peshqit. Mjekët atëherë nuk kuptonin dot pse mëqia dhe veshka e një britaniku kishte arsenik, ndërkohë që ata e merrnin jo direkt nga ari, po e merrnin nga ujët e detit, nga peshku i detit. Burimet më të zakonshme të ekspozimit ndaj metaleve të rënda përfshin emetimet industriale nga qymyri, inceneratorët e mbetjeve dhe shkrirja e metaleve, ndaj analizimi i lumit drin si kampion, i cili formohet nga drini i bardhë që vjen nga Kosova dhe drini i zi që vjen nga Maqedonia e Veriut, është mënyra më e mirë për të parë se në çfarë niveli është prezenca e metaleve të rënda në ujë dhe tokë, shtuar dhe faktin e prezencës së ish fabrikave dhe ish uzinave të prodhimit dhe përpunimit të metaleve të rënda pranë këtij lumi, si në territorin e Kosovës gjatë regjimit të ish Jugosllavisë, ashtu edhe në territorin e Shqipërisë, të ndërtuara në kohën e diktaturës komuniste. Pika e parë e kampionimit në territorin e Kosovës u mor më datë 6 shkurt 2025 në lumin e Rimnik, pranë të cilit operon prej disa vitesh një kompani koncesionare, njëkohësisht servis automjetesh. Ndodhem këto në Xërc të Rahovecit dhe prapa meje ndodhet lumi Rimnik, një lum i vogël, jo me prurje të mëdha. Kemi ardhur me hulumtu se sa metale të rënda ka në këtë lum. Nga këto rezultate vije 3, që ka një përqindje hekuri më të madhe se sa gjithë metalet e tjera ka nikel, vije cilat lët kuptohesh që ka patur një farë aktiviteti minerar ose ka një farë ndotje nga ato biznese që mund të ketë patur krom nikel ose një gjë të tillë. A mund të ketë ndikuar kjo kompani dhe si ndikon e gjitha në lumin drini i bardh aty ku shkarkon lumi Rimnik? Për profesoreshën Lulieta Ajdini, në këtë rrjedhë lumore nuk ka pranit atyre metaleve të rënda që konsiderohen tepër të rrezikshme për botën e gjallë, pavarësisht se niveli i hekurit është 40 herë më i lartë se norma e lejuar. Tek lumi Rimnik nuk ka metale që rrezikojnë, siç është plumbi, zingu, kadmiumi, për arsye se rrezikimi i botës gjallë do të ndikonte në pengimin e procesit të vet pastrimit lumit. Dhe në qoftë se gjenden sasi të mëdha të metaleve të rënda, madje toksikanëve tjerë kimik, atëherë ato do të shkatërrohen dhe ne do të shndrojmë lumejt në lumej të vdekur. Një tjetër pikë kampionimi ku u morën 2 mostra, ujë dhe sediment, më datë 24 shkurt 2025 është lumi Jerenik, i cili rrjedh shumë pranë ish fabrikës së elektromotorëve në hyrje të Gjakovës. Prapa meje është një godinë e braktisur që dikur shërbente si ish fabrika e elektromotorëve. Kemi biseduar me një ish punëtor të kësaj fabrike, i cili tregoi se gjatë kohës së Jugosllavisë, kur edhe shërbente fabrika prej viteve të 70-ta deri në vitet e para të pas
luftës 2000-2001, aty ishin të punësuar rreth 1000 punëtor. Po ashtu, në këtë fabrikë janë prodhuar elektromotor, motor për lavatriçe, kompresor të cilët eksportoheshin në vende dhe në shtete të zhvilluara si Itali, Gjermani, Çeki, Danimark. Për prodhimin e tyre janë përdorur edhe metale si bakri, alumini, çeliku. Kjo është arsyeja se pse lumi Erenik është një hotspot ku mund të shihen vërtet gjurmët që ka lënë aktiviteti i kësaj fabrike. Kemi ardhur në pikën më të aksesueshme këtu tek lumi Erenik. Kimisti ynë është duke marrë mostrat e ujit, por edhe të tokës, për të parë se sa ka ndotje të metaleve të rënda në këtë lum, i cili derdhet në drinin e bardhë. Hekuri është në përqindje pak më të lartë, por këtu ka përsëri krom dhe nikel. Për sa i përket terrenit, vihet re që ka shumë ngërkesa në metale. Shumica është hekuri, i cili është 24 gram për kilogram, që është një sasi e madhe do thosha për terrenet normale. Ka mangan, që është shumë i lartë, ka nikel gjithashtu, që është rreth 700 mg, që është shumë. Arseniku është përsëri i konsiderueshëm, do thosha, nuk duhet që të gjendet në këto. Dhe më e çuditshme është seleniumi, i cili dhe ky gjendet në një sasi të madhe, 13 mg për kilogram. Është shumë i ngarkuar me metale. Teksa profesora Bazi ngresh qetësimet se prania e metaleve në këtë terren është 10 herë më e lartë se norma e lejuar sipas standardeve të Bashkimit Evropian, për profesoreshën Lulieta Ajdini, ish fabrika e elektromotorëve është një faktor që me gjas mund të ketë ndikuar në këtë ndotje të ujit dhe tokës pranë lumit Erenik. Mundësit janë të mëdha që ajo ka ndiku, sepse gjatë rreshurave shumë të në rasteve ujrat kullohen dhe shkojnë në rrjedhën sipërfaqësore. Ndoshta në sediment kur keni marrë mostra aty mund të jetë një gjendje më reale. Unë e pash manganin shumë, po e pash interesant merrje edhe bariumin e pash, që ka te kalu vlerat, hekuri ka te kalu, vanadiumi ka te kalu. Ajdini thot se në Kosovë veç ndotjes historike nga fabrikat që tashmë janë jo funksionale, një tjetër ndotje rrezikshme për ujrat e lumenjve është ndotja urbane. Lumenjt në Kosovë më shumëti kërcënohen nga ndotjet urbane, se sa në ndotjet industriale, për arsye se Kosova nuk ka ndonjë industri të rëndë përveç korporatës elektroenergjetike të Kosovës. Të njëjtën gjë e pohon edhe specialistja e ujrave Fatlie Buza. Qofse bazohemi në të dhënat edhe historike edhe të tashme, drini i bardh ka aq më pak ndotje nga metalet të rënda para sy të mbylljeve të industrive në këtë pjesë të Kosovës. Edhe ato fabrika tash nuk janë në funksion, se neve na kanë largu prej punave, i kanë plaçkit ato fabrika dhe ato tash janë mbyll. Gjatë intervistës për gazetaren Merita Miftari ajo shton se më herët lumi drini i bardh është përdorur nga njerëzit edhe si atraksion turistik. Në përveti komsumu la ndrini u kon turistik, ndrinin e kemi shfrytzuar edhe për kërcime rekreative. Kur në kon garat na shkojshë me qindra rini, jam konu në re, merr ke vllavi, na merr që na di me veti, edhe u mbushka ajo me njerëz, me ashtu vishin prej ish Jugosllavisë, rajoneve dhe i përcjellshim garat. Ka qenë një atraktivitet edhe ka qenë shumë e njoftën. U përmend ke edhe në televizor. Lumet duhet të përdoren edhe për rekreativitet, po varet të pjesës, duhet me qenë shumë të pastër për mu përdorë, para arsye se kur lash ti mundesh me marrë smundje. Për të verifikuar një ndotje të mundshme të lumit drini i bardh nga metalet e rënda pas kampionimeve të marra në Rimnik dhe Erenik, dy lumenj që shkarkojnë në drinin e bardh, më datë 6 shkurt 2025, morën gjithashtu 2 mostra ujë në 2 vendodhje të ndryshme, e para pranë fshatit Gjonaj të Prizrenit, ku ka vendbanime dhe aktivitet social, dhe e dyta në afërsi të kufirit Kosovë-Shqipëri. Aktualisht ndodhemi në lumin drini i bardh, shumë afër kufirit me Shqipërinë, për të marrë mostrat apo kampionimin, cili do të na tregoj se sa ka ndotje të metaleve të rënda këto. Pastaj do të bëjmë një krahasim se a është më i ndotur nga metalet të rënda lumi dren tek ne apo lumi dren që kalon në Shqipëri. Duke që tipologjia është e ngjashme me këto ujëra që vijnë nga Kosova, domethënë përveç hekurit që është në sasi të madhe, si duket ndoshta e ushqejnë ose vijnë nga burime të njëjta, po duket që ka gjithmonë atë raport të nikelit, manganit dhe hekurit. Po e krahasoj me Rimnikun, për sa i përket hekurit jo është më i lartë, këtu te drini i bardh, si duket ka akumulim nga burime të ndryshme, për sa i përket nikelit, përsëri është më i lartë, nga 3 në 5, është pothuaj dy fishi, transferohet ajo ndotje nga një deg kalon edhe te degët kryesore dhe më pas nëse këto lumenj derdhen në liqen apo në det, patjetër që aty akumulohen dhe janë të gjitha këto prurje. Dhe me përfundimin e marrjes së mostrave në Kosovë, nisi puna në territorin e Shqipërisë.
Ndodhemi në zonën mes Bulqizës dhe Peshkopis. Ky është lumi Drini i Zi, poshtë urës Gjoricës. Kjo është pika e parë e kampionimit, ku do të marrim mostra, ujë dhe tokë, për të parë më vonë rezultatet e analizave lidhur me ndotjen që mund të ketë lumi Drini i Zi në këtë pjesë, për sa i përket metaleve të rënda. Drini i Zi në këtë pjesë vjen nga shteti i Maqedonisë Veriut, jemi pothuajse në kufi me Maqedoninë e Veriut, atje ku janë disa minjera dhe dyshohet që ndotja e atjeshme vjen edhe këtu, por do të presim analizat për të parë më shumë nëse është i ndotur nga metalet e rënda apo jo. Ajo që ka rezultoi problematike për ekspertët është prezenca e lartë e arsenikut, plumbit, manganit dhe nikelit, metale që cilësojnë shkaktar të sëmundjeve si anemia, hipertensioni, fertiliteti, çrregullime në veshka dhe mëlçi apo dhe alergji të ndryshme. Prania e arsenikut këtu është shqetësuese për sa i përket ujit. Për sa i përket terrenit, përsëri arseniku këtu është në vlerat krahasueshme. Ka plumb, zink në sasiret mëdha, nikel, hekur mangan dhe vanadiumi përsëri dhe kromi janë të lartë. Pika e dytë e kampionimit u mor disa kilometra më larg, po në zonën e Peshkopis, në po të njëjtin damar të këtij lumi, eksaktësisht poshtë urës së Lushës. Sasia e arsenikut është pak e lartë në krahasim me metalet e tjera, që do të thotë diku do ketë patur ndonjë ndotje, mund të jetë edhe si rrëdhojë në një aktiviteti që ka ndodhur aty më përpara, po gjendet në ujë dhe kjo është e rrezikshme, pasi arseniku është nga ato metale të rënda të cilat monitorohen dhe në ujëra, edhe në ushqime janë të limituar dhe të rregulluar, pasi kanë efekte të pakthyeshme, dhe sidomos në sistemin nervor të qenieve të gjalla, përfshirë këtu edhe njeriu. Këto rezultate shihen shqetësuese edhe për profesor Sazan Guri, i cili bën thirrje për kujdes të veçantë në zonat e Lezhës dhe Shkodrës, dy qytete që presin në mira turistë në vit, por që po përballen me një keq menaxhim të trajtimit të mbetjeve urbane, duke u kthyer në rrezik për ndotjen e ambientit. Kemi landfill në Lezhë, bie fjala ose në Shkodër, detën e ka afër dhe përqendrimi atje është më i madh në ujërat detar apo lumor, ku rritet një faunë që e thith këtë mbetje metalit të rënd që quhet arsenik. Njeriu e merr shumë shpejt dhe shumë kollaj e merr nga konsumimi i kafshëve deti që në këtë rast i bie tjetër peshku që përqendron në kokë. Arseniku është jashtëzakonisht i dëmshëm, është një nga elmonjësit më të mëdhenj të shëndetit njerëzor. Arseniku është 11.573 mg për litër në ujë, 0.5 është norma, miligram për litër, është 22 herë më lart. Kjo është për të venduar në kokë. Nuk është shqetësuese, por është alarmante. Përpos arsenikut, në këtë pikë kampionimi ka prani të metaleve të tjera të rënda që në sasira të tilla për të bëjnë rrezik serioz për qeniet e gjalla. Arseniku këtu është elementi më i lartë. Në terren gjendet përsëri, por nuk është majoritar. Po këtu kemi vërtet sasira të mëdha të nikelit, zinkut, plumbit, vanadium, përsëri është i lartë, dhe kobalt. Këto metale të rënda në sasira të tilla mund të përbëjnë rrezik, qoftë për bimësinër dhe rrotull, por edhe për ujërat, si përfaqësor apo nëntoksor. Kjo është vërtet shumë e ngarkuar si mostër. Si shpjegohet prania e arsenikut, këtij metali kaq të rrezikshëm në ujë dhe tokë? Ka shumë të ngjarje që një fabrikë e caktuar të ketë përdorur reagent kimik atëherë në ato fabrikat e përpunimit të bakrit. Këto reagent kimike janë qendra gravitative për gjenerim ndotjesh. Toka i duhet një kohë 200 vjet, 500 vjet që ta shplajë ndotjen e saj historike. Atëherë nuk mundet që ta lësh tokën ti të shplajë vetën për 500 vjet. Atëherë duhet ndihmuar këtë tokë, duhet ricikluar, duhet gjeneruar. Ndotja e tokës nga këta faktorë të jashtëm që në rastin konkret janë metale të rënda, ndikojnë negativisht pasi ndotja akumulohet ndër vite, siç është rasti i fshatit në Nimç në Kukës, ku ka patur disa galeri uraniumi në kohën e komunizmit. Më datë 20 mars 2025 u mor një mostër ujë në lumin e Lumës, në rrëz të kodrës së fshatit të Nimç, aty ku derdhet përroj Nimçës që vjen nga zona e galerive. Analizat nuk treguan prani të metaleve të rënda. I ka të gjitha parametrat natyror, në standard, brenda kufit lejuar të shëndetshëm, jo kufit lejuar toksik. Këtu duket me njëherë domethënë se si arsenikut ka rënë, domethënë nuk është e njëjti damar, qoftë gjeologjik, qoftë edhe hidrik. Ndaj për të bërë një pasqyrë më të qartë të prezencës së metaleve të rënda në lumin e Lumës në Kukës, i cili bashkohet me lumin Drin, po në datë 20 mars 2025 u mor një mostër ujë dhe një mostër toke shumë pranë ish uzinës së pasurimit të bakrit në Kukës. Kjo uzinë ishte vepra e parë e rëndësishme, e projektuar dhe ndërtuar me forca vullnetare gjatë viteve 1962-1965 në Shqipëri. Me ndërimin e sistemit në vitin 1992, uzina u grabit dhe u shkatërrua.
Vlerat e analizave të ujit, por kryesisht të sedimentit pranë kësaj uzine rezultojnë vërtet shqetësuese, shka konfirmon efekti negativ që ajo ka shkaktuar ndër vite. Në ujra, nikeli është 1.5 herë më lartë se sa norma, ndërsa seleni është 0.03, që është në miligram për litër, e kemi 0.5 i bie 17 herë më lartë se norma. Ndërsa për tokën kemi zingun, i cili është 10 herë më lartë se sa norma, kemi bakrin, i cili është 4 herë më lartë se sa norma, kemi dhe manganin që është 2 herë, po kemi dhe hekurin që është jashtë shok konturi të mateve. Hekuri është mbi 10 ishin më lartë se sa norma. Po thuaj 60 gram për kilogram, gjë që është shumë e lartë. Pastaj ka kobalt, krom, të cilat janë vlera të larta, seleniumi ashtu dhe vanadiumi përse. Sa i takon një krahasimi të analizave mes territorit të Kosovës dhe Shqipërisë, sipas ekspertëve në këtë të fundit situata paraqitet më shqetësuese, ndërsa apelojnë për një studi më të mirë edhe nga ana e institucioneve përgjegjëse, në mënyrë që të bëhet një riabilitim i zonave problematike. Terrenet janë shumë të ngarkuara në zonën tonë. Nga ajo që vumre në disa pika ishin vërtet sidomos prania e arsenikut. Do duhet pastaj që të studiohet vërtet më në detaj toksiciteti që paraqet secili prej këtyre metaleve që unë përmenda. Po kur flasim për metale si arsenik, plumbi, kadmium, kobalt, krom, kallaj, janë vërtet shumë të rrezikshme dhe do duhet shikohet që ato limite të rregullohen. Dhe si mund të rehabilitohen zonat problematike? Ka teknika nga më të ndryshme që mund të vejë deri në zhvendosjen komplet të atij terreni, por edhe përzierje me toka më pak të pasura me këto metale. Rreziku është gjithmonë në ndotjen e ujrave, si profesor. Gjithmonë kur këto shkarkojnë dhe bën në një liqen, me kalimin e kohës do akumulohen dhe përqendrimi i tyre do të rritet shumë në ato liqene, saqë pastaj për peshqit apo edhe për qenit e gjalla do të jetë rrezikshëm. Dhe teksa institucionet shqiptare deri më sot nuk kanë marrë asnjë mas për rehabilitimin e zonave në të cilat ka patur aktivitet intensiv të përpunimit të metaleve të rënda gjatë kohës së diktaturës, profesor Guri ngre alarmin duke shpjeguar se uji lumenjve përdoret nga banorët përmes puseve, kontaminimi i të cilit ndikon drejt për drejt në shëndetin e tyre. Uji pusit barat me nivelin e lumit. Nëse e marrin ujrat e lumit, e ke sigurt që e merr gjithë niveli i puseve të banorëve, qoftë në fshat apo qytet, ndërkohë që ti bën me mira pallate, ti sot nuk ke një vend ku të fajtosh ujrat e përdorura, qofshin ato njerëzore, qofshin ato industriale. Do ishte mirë që të merrej në rrugderdhje, si thuaç, le të themi 10 metra në thellësi, dhe të merreshin edhe sedimentet që janë në fund liqenit, edhe ujrat aty që të shikohet impakti që kanë në liqen. Dhe aty shifen gjitha gjurmët e këtij keq trajtimi që kemi bërë natyrës. Ky investigim u mundsua nga Journalism Found Europe. Dhe është fryt i bashkëpunimit midis Piral Njëson Ferardrisa dhe koleges nga Kosova Merita Miftari. Tashmë jemi aty. Mos. Po. Erdhi? Po. Ka shpejt? Erdhi. Fundi i sezonit? Erdhi. Po flet seriozisht apo? Po flas shumë seriozisht, fundi i transmetimit. Fundi i sezonit gjuetis? Po. Ja. Jo, i gjuetis vazhdon, i gjuetis është gjatë gjithë kohës, thjesht unë dhe Flori do të tërhiqemi për ca pushime. Po. Të nxjemi një çik. Do na humbasi telefoni, do na humbasi kjo gjyra bardh, nuk do e njohim më njëri tjetrin. Gjithsesi Piranja do të vazhdojnë të gjejnë prenë e tyre dhe gjaun e verës për ta transmetuar në shtator dhe për të parë çuditëra alla shqiptare. Dhe që të mos e gjeni veten në ekran sezonin tjetër, bëni kujdes. Jo, nuk e them. Nuk e them. E themi dhe me titra, nuk është. Bëni kujdes, Piranjat kafshoj! Gjona jugu në veri, me të rëmjë e rësirë, në përfusha, në përkodra, për shëllenjë e kërsirë. Pra pura, hajpini, orë qast, për gjakallin në të erët, është esin e një rast. Hajpini dhe rëmbeni, Pushti qepen, pushti arka, të pa prek ju qetin